Rekord. Jemi i bukur, na keni nxjerr bukur. Jemi i bukur. Jemi çift shumë i bukur. Në raport me ato që ke marrë në intervistë, domethënë, ne dy jemi ndryshe, nuk pa lidhje me. Fillojmë? Elton John, përshëndetje, më fal, Elton Xheku. Elton Xheku. Elton Deda. Elton Gjini. Gëzuar. Mirë se je në Close Friends, se për të ardhur, kam ardhur unë të ty, pikërisht këtu te The Xhek, një ambient shumë i bukur, gati teatral, si në ato shfaqjet e Shakespeare-it, me pak rock and roll. Me pak rock and roll dhe me pak më shumë pastërti. Mendoj, se në ato kora s'kishte gjërat pastra. S'kishte gjërat pastra? Gëzuar. Gëzuar. Pse The Xhek? Po bëjmë sikur se ti nuk e pi, më ke thënë që ke hequr dorë nga alkooli. Pa. Kur kështu? Pa, ka një vit. Një vit? Me njerë apo? Me njerë. Është e mundur? Patjetër. Çdo gjë është e mundur. Unë e di që Çdo gjë është e mundur. vetëm alkooli nuk ndërpritet me njerë, sepse ka probleme Çdo gjë është e mundur. Jo, fare. Po shiko, probleme shëndetësore mund të ketë një njeri që është krejtësisht i varur, nuk kisha se isha i varur. Ti ishe thjesht qefli i pjesë. Qefli, pjesë, po sikur ato punët e mia ngelen shumë të varura dhe e pash që nuk mund t'i bëja dot edhe të konsumoja alkool dhe të rija me shoqëri, edhe të bëja çunin hau-hiu nëpër tavolina dhe jo, duhet shikoja disa gjëra tjera. Unë mendoj që është me prioritete. Sa më shumë prioritete i vë vetes tënde, mund t'i zbatosh. Kështu është edhe puna e alkoolit. Dhe jo vetëm alkooli, edhe drogët, gjitha gjërat mund të lihen për njerëz, patjetër. Mund të lihen për njerëz. The Xhek, pse The Xhek? Se asnjëherë s'të kam pyetur, pse e keni emërtuar kështu këtë shtëpizën tuaj? Po shtëpizën tonë Xhek sepse një nga whiskit e mia të preferuara është Jack Daniels, e para. E dyta punës pastaj The Xhek është dhe një këngë AC/DC, që unë kam shumë qejf. Xhek është edhe kriko e makinës, Xhek është edhe Xheku i kitarës, i themi në fishave për shembull, këto që janë Xhek quhen, cilët janë kështu që janë shumë gjëra, kishin lidhje njëra me tjetrën dhe ne menduam që plus është edhe emër shumë i thjeshtë, është keqi për t'u mbajtur mend. Po, mbahet shumë mend. Dëgjoj shumë që vinë te Xheku yt. Çfarë bën ti këtu njerëzve? Netve. Se ti ke hequr dorë nga alkooli, po më duket se njerëzit kanë krijuar varësi nga ty tani. Jo, nuk do të thoja ashtu. Nga ty? Nga muzika që u bën këtu? Po, sigurisht. Si artiste kanë fjalën. Patjetër. Që mos keq kuptohemi se. Jo. Këto pyetjet e tjera i kam më vonë. Jo, s'ka problem. Nuk keq kuptohemi në fare, po. Ideja është që nuk më duket që, pra, nuk është e saktë ajo që janë të varur. Njerëzit gjenë një ambient që u pëlqen. Njerëzit gjenë një ambient që e gjenë vetëm rahat. Dhe me sa duket Xheku ja u krijon këtë mundësi. Duke llogaritur që këtu klientela është shumë e mirë, mendoj është një nga top klientelat në klubet e Tiranës. Nuk është fare e përzier, është gati homogjene. Njerëzit janë të klasës mesme, përgjithsisht njerëz shumë të qetë, njerëz shumë të mirë, njerëz që shikojnë atë qefin e tyre dhe nuk kemi asnjë problem. Dhe kjo është fal muzikës, mendoj unë gjithmonë. Ne u servirim një lloj muzike ndryshe nga vendet e tjera. Nuk është as heavy metal, nuk është as hard rock, nuk është as only blues, nuk është muzikë pop. Kemi edhe këngë shqiptare, kemi këngë tuaja, mbulojmë repertor nga shumë gjëra. Kështu që mendoj që është edhe kjo lloj përzgjedhje. Unë po kam qejf që të bëjnë çik gam-gam, lapa. Alternojnë qik, nga ndonjëherë bëhet edhe gati si stand-up komedi, edhe njerëzve u pëlqen kjo lloj gjëje. Kam shumë qejf edhe ti ngacmoj edhe të ngacmojnë. Ajo krijon një interakcion shumë të mirë me publikun. Skenën e kemi mbajtur ulët, nuk e kemi të lartë, kështu që është e shkrirë me njerëzit, ndjen veten shumë afër. Krijohet një atmosferë, le të themi, më tepër se miqësore, vllazërore. Në fund fare, kur i shikon që janë duke kërcyer ato këngë të fundit që kanë ardhur edhe në qef, janë të gjithë shumë vllazërore dhe motorore, se ka dhe shumë zonja, vajza, zonja dhe vajza muzikën e vërtet.
Patjetër, madje në 2 vitet e para kemi pasur një mbi ngarkesë nga këto, edhe se çerdha një ditun, një natë, edhe ishte mbushur lokali, femra. Hajde, po lujmë, hypëm këtu. Thashun, moj goca i thashun, po unë e di që sot është filan datë, ishe, jo 8 marsi, nuk është 8 marsi sot, i thash, mos keni ngatru datën. Jo, s'kemi ngatru datën, mirë, thash, ishin 80 gram me 4 çuna, vetëm ne çuna, s'keni, gjithë ishin grabë. Po bukur është bukur kur i shef, për shumë kur shef 10 femra që ja kalojnë mirë njëra me tjetrën. Është bukur, Po është bukur se pa u kapur flokësh. 10 grabë. Derisa të gjej një arsye për t'u kapur për flokësh. Po, unë shpresoj që këtu në Xhek mos shoh gjëra të tilla, domethënë se do më vinte shumë keq, unë do të shikoj gjithë gratë e lumtura. Sa vite kemi që njihemi ne? Sa të dush? 16 vite. 16 vite. 17 ashtu. Edhe kur ke qenë në Amerikë, kemi pas fol shumë dhe të kam bërë intervista, mund të kemë qenë me vetmja që mund të kemë bërë intervista në atë kohë dhe ishe shumë i sinqert në intervistat e tua. Bëje rrëfime vërtet, domethënë siç ta do zemra dhe siç ta thot truri. Do e quaj unë. Ti do thuash ku është ai Elton tani? Mos ka vdekur. A është i njëjti Elton? Po, është i njëjti Elton, por duhet ta kemi parasysh e gjithë, korat kanë ndryshuar. Njerëzit janë bërë fatkeqësisht shumë të egër. Kanë një sens urrejtje të pakuptimt. Dhe ti e di që unë jam njeri që nuk më pëlqejnë sinqerisht skandalet, nuk jam njeri, dua t'i rri larg këtyre gjërave dhe aq më tepër dua t'i rri larg edhe komenteve nga lloj njerëzish të cilët as njohin, as nuk i njoh. Edhe vetëm shajnë edhe bëjnë. Kështu që, me thënë të drejtën dhe i sinqeriteti tepërt nga ndonjëherë duhet kontrolluar. Nuk mund të jesh shumë i sinqert në këto kora. Ose mos fol, ose fol të jesh politically correct. Që i thënë, të jesh politikisht korrekt. Se nuk është që thjesht më të jesh i sinqert në këto ditë që ne kalojmë. Unë me ty të premtoj që jam dhe do jem shumë i sinqert. Do jesh edhe sot, patjetër. Absolutisht. Por po them që me kalimin e moshës, Klo, kam përshtypjen që njeriu të fillojnë i bien ato, se themon ty, nuk i bie sinqeriteti, po i humbasin nervat. I humbasin nervat për të marrë me një fenomen të caktuar. Kështu që them që ajo koha e sinqeritetit, sidomos në publik, nuk më duket se jemi në kohën e sinqeritetit. Jemi në kohën ndoshta shumë të urrejtjes. Interneti i ka çoroditur njerëzit, krejtësisht i ka çoroditur dhe mua më vjen shumë keq kur përgojohen njerëz nga njerëz tjerë. Atë madje po bëja muhabet edhe me çunat kur po të prisnin ty. I thash që problemi është që njerëzit kujtojnë se janë të pavdekshëm. Njerëzit kujtojnë se kanë kohë për të gjitha, ndërkohë që nuk kemi kohë për të gjitha. Por kemi gjithmonë kohë që t'jemi të mirë, kemi gjithmonë kohë që mos t'i shajmë të tjerët, mos t'i fyejmë, mos t'i ofendojmë, dhe t'ja kalojmë mirë fundit, se përderisa e njeriu nuk po të bën gjë të keqe, nuk ke pse të kesh gjuhën e urrejtjes. Kështu që pse erdhi kjo? Mos ndoshta më duhet se u shteksuar shumë pas Covidit. Njerëzit kanë mësuar një transformim të thellë shpirtëror. Ndoshta mund t'ja vëmë edhe asaj, shiko, për gjithë arsyet mund gjejmë kudo, por një nga arsyet e mëdhaja që unë mendoj është ignoranca. Mendoj. Ky është mendimi im modest. Ulja e nivelit arsimor. Informacioni me shumë bollëk, por jo kërkimor. Jo që ti tulesh dhe të search për atë gjë, të fillosh, të kuptosh, të lexosh, të bësh, vetëm e marrin të gatshme. Dhe kjo është ajo lloj gjëje që duke përsëritur si papagall, ti nuk është se mëson diçka nga jeta. Jeta nuk është kështu, jeta është eksperiencë. Jeta është që ti të pësosh, të vuash, të rrëzohesh dhe pastaj të ngrihesh. Kjo është. Kurse siç e shikon, është një lloj mentaliteti që
ne duhet rrim në kafe dhe të marrim në përgojë tjerë. Duket sikur njerëzit janë për pak spektator të jetës së tjerëve. Dhe kjo është shumë e dhimbshme. Është e Një pasivitet që është e dhimbshme sepse do ishte shumë më bukur sikur ata të merreshin me jetën e tyre. Sepse vetëm duke u marrë me jetën tënde ti arrin që të bësh gjëra të bukura. Po more me jetën e tjerëve do ngelesh mbrapa time, jo se do t'i ndodhi gjë atij tjetrit. duhet ta dëgjoj njerëzit. Po nuk i ndodh gjë, më shahe sa dush, ai do bëj punën e vet. Në rast se ti po merr dikën në përgojë ose po e shan ose po rri nga kafja dhe ti thua, "Më ç'bën kjo ose ç'bën ai do vazhdoj punën e vet. Ai ecën përpara ti në vend." Domthon, kaq e thjeshtë është, njerëzit duhet ta kuptojnë që duhet bëjnë më tepër punë për vetë natyrën, të punojnë më tepër me vete dhe për vete. Kjo është e rëndësishme. Meqense ka qenë në Sanremo, dua të bëj dhe këtë pyetje dhe pastaj të kaloj se dua të bëjmë një rrëfim nga fillimet e tua deri tek dita që je sot, sepse dua që kjo intervistë të jetë e plot për Elton Dedën. Kush do të di për të klikoj këtë intervistë dhe të gjej gjithçka. Kështu e kam menduar. Mirë. Paske te klikimet? Jo. Nuk e ke te klikimet? Jo. E kam të një lloj biografie, intervistë biografike. Kam folur aq shumë për jetën time sa që Po pse duhet të hyjnë intervistë në intervistë? Po mërziten edhe vetë. Shohim vetëm këtë timen. Tani, Sanremo të pëlqeu? Super. Vërtet? Domethënë, këtë vit unë jam i vendimit që ato kishin bërë një revolucion të vërtet, sigurisht Carlo Conti, që më ka dhënë shpresë. Më ka dhënë shpresë sepse ai duke qenë drejtor artistik, ai është marrë vetë me përzgjedhjen e këngëve, me artistët, me gjitha gjëra. Dhe këtë vit, ndryshe nga vitet e tjera, se Sanremo për ca vite po shkonte në drejtim jo fort të mirë. Këtë vit kishte këngë, kishte muzikë, edhe të rinjt i kishin futur në thonjza, në një zgjedhje të mirë të edukatës dhe të estetikës. Ishte shumë e bukur. Skenografia e bukur e thjesht, pala e lule të kota, kompakte, me thellësi, kamerat kishin sjell një lloj teknike tjetër që i kishin bërë gati si film. Audio nuk diskutohet, audion italianët gjithmonë e kanë të shkëlqyer. Dhe interpretimi shumë i mirë, po mbi të gjitha niveli këngëve më ishin këngë të mira. Ishin këngë shumë mira, kishte muzikë, u dëgjonte piano, u dëgjonte kitara, u dëgjonte bateria, u dëgjonin harqet, çdo gjë. Nuk kishin këngë me sinzatora, një këngë me një beat, që ti e merr atë beatin e vë aty dhe hajde bëjmë 17 këngë. Ishte shumë e bukur, mua më ka befasuar dhe e kam parë. Kisha mundësinë të isha edhe qetë në shtëpi, me përjashtim të shtunës, që unë punova këtu dhe kapa fundin e Sanremos. E kapa fundin, se zgjat shumë, po. Kapa 2-3 këngë të fundit, pastaj edhe kuptohet edhe derisa u shpall fituesi. Fituesi si t'u duk? Sal Da Vinci? Atëre, Sal Da Vinci unë se kisha një gjuar ndonjëherë. Personalisht, me qenë se duhet jemi sinqert, unë nuk jam fare që fli këngëve napolitane ose të gjë, pavarësisht se ato kanë kanconetat e tyre të famshme. Dhe është një qytet që jeton me muzikë. Po stili napolitan, sidomos i të kënduarit, mua nuk më pëlqen. Që nga Nino D'Angelo, me Gianni D'Alessio, me Gjigjen, me këto nuk më pëlqen. Përfitur aq, sa i nga prej dhe emër. Dhe gjithë kjo punë erdhi sepse ai kishte sjell një këngë italiane. Domethënë, ishte shumë e bukur sepse njerëzit votuan një këngë të tyre, një këngë të shtetit italian, një këngë që përfaqëson Italinë. Ai këndoi një këngë me një tekst të thjeshtë, për një dashuri të thjeshtë. Po që do bëhet këngë dasmash ajo, se më duket pak a shumë si këngët e Alban Skënderat këtu. Njerëzit martohen që e bën me një qëllim të caktuar. Martohen dhe në Itali më shpirt, nuk martohen vetëm në Shqipëri njerëzit, martohen dhe atje. Le të bëhet këngë dasmë, punë e madhe se ç'është dasma, në dasmë këndohen gjitha. Në dasmë këndohet dhe Tallavan, në dasmë këndohet dhe pop, në dasmë këndohen gjitha. Gjitha këndohen dasmë. Kështu që ajo dhe këngë dasmë është më bërë aq më mirë, këtë audiencë sa më të madhe, sepse ishte një këngë tepër e thjeshtë, nuk hyn fare në shijet e mia, po ta them. Por ata bën një zgjedhje të mençur, zgjodhen një këngë që përfaqëson Italinë, jo një këngë tjetër. Po Stella Stellina dhe Ermal Meta si të duk, se i kushtoi dhe një status
Adriana Celentano, që unë çudita, sepse Adriana Celentano edhe për veten e vet, për ton të thot në një gjë. Edhe Ermal ja ktheu, atje domethënë mori kitarën dhe këndoi një këngë të Celentanos në backstage, e lezetshme, gjest i bukur. Që të vazhdojmë me sinqeritet, Ermali më ka lënë pa mend në natën e dueteve, kur këndoi Golden Hour. Për mua, ata i dhanë çmimin e parë, i dhanë një dueti tjetër, po për mua interpretimi i asaj kënge, unë nuk e di, unë nuk, sinqerisht, nuk e kisha parë, ose ndoshta edhe nuk e kam dëgjuar shumë Ermalin, se nuk është se jam shumë brenda muzikës italiane. Por nuk e kisha parë në dimension aq të bukur. Super këngëtar. Unë e ka kënduar atë këngë, nuk e di, unë dëgjova dhe origjinalin, vallai nuk e di, ky më la pa mund parë. Dhe bashkë me atë çunin tjetër, Dardast, që ai ishte një super talent, piano, me sinzator, me gjëra, kishin bërë një diçka aq të bukur, mua ka pëlqyer jashtë mase. Kurse kënga, teksti sigurisht që godiste, por kjo nuk është gjë e re, se italianët për tekste dihet, gjithë jetën kanë shkruajtur poezitë më të bukura. Italianët e francezë kanë fantastike. Anglezët janë shumë brapa në mënyrën se si Italia shkruan. Kurse kënga, nuk e di, për mua, si Elton, nuk më duk një wow, le të themi, ishte një gjë thjesht, një gjë e këndueshme. Po, e dium se s'të ka pëlqyer shumë, se kishte edhe pak orient, pak muzikë arabe, pak ndërthurje muzikës latine. Jo, muzikën arabe, unë se kam problem, unë nuk kam asnjë problem me asnjë lloj muzike, se pak Ballkan. Unë i dëgjoj të gjitha muzikat, Klo, sepse unë jam muzikant, unë nuk jam këngëtar. Unë jam muzikant profesionist, dhe si muzikant i tillë dhe si pianist, më duhet që ti dëgjoj të gjitha gjërat, sepse unë i luaj, unë regjistroj në studio, pra nuk duhet i bëj naze këtyre gjërave, dhe nuk e kam fare, nuk kam paragjykime unë. Madje shumë bukur, muzikën orientale e kam qef nga ndonjëherë, vetë Led Zeppelin kam eksperimentuar me atë në Kashmir. Kështu që ajo nuk më shqetësonte fare, por kënga më duk pak monotone ndoshta. Nuk e di si ta, nuk gjej dot një fjalë, por nuk e kisha atë elementin që të mbante kështu ngjitur fare dhe ti ta ngreje shumë në piedestal Ermal Medën. Mu thash, më bëri përshtypje ai dueti, sepse edhe aty ai shpalosi vokalisht, ai ishte çmenduri aty, ishte fantastik. Ishte i papam. Po Marco Mazzini dhe Fedes, që ishin pretendentët kryesorë të dolën të pestët. Marco sa herë shoh ato Marco Mazzini, kujtohet gjithmonë Hector Lega, miku im në Trieste, po se vllai i Gjergj Legës. Vllai i Gjergjit. Edhe se kur ishim të rinë fare, bëm një album në adoleshenca, vitin 90, edhe bëm një koncert në opera. Pjesë e sinqeritetit edhe kjo. Pjesa parë e koncertit tani, ishin këngët që kishin bërë ne, Tingull i zjarrt. Dhe albumi quhej Adoleshenca. Ai kishin bërë ca këngë neve. Ai ishin gjitha shqip. Shkote një 45 minuta kjo albumi jon, lloj këngësh aty brenda. Po kishte edhe balada dhe këndonte Hektori nga bateria. Kënoj ca këngë neve, njerëzit fillon të u mërzit, po dilshin jashtë të pinin cigare ke holli operas, u pushati salla, ngelëm vetëm ne. Tingull i zjarrt duke nejt aty. Kur edhe Hektori kishte atë këngën Perché lo fai disperata ragazza mia, po Hektori këndonte me zë bas, Perché lo fai, no. Dhe dilte ai Marko pastaj shkreti, në çdo Sanremo që dilte mu kujtonte Hektori. Më kujtonte Hektori duke bërë, Perché lo fai, Marko kënon lart, Hektori poshtë, do më thënë unë kur e pash këtë vit Sanremo, më erdhi prapë ai imazhi i Hektorit. Po Bela Stronca e ti të pëlqen? Ja, nuk më pëlqen Bela. Vafankula ka më të lezetshme. Kurse këtë pastaj ka shumë bukur, Perché lo fai, kjo është super këngë. Megjithatë, këtë vit duhet shumë i bukur ato. Mazzini ka një diçka, Mazzini shtyn shumë gjatë gjithë kohës, ka të zërin Gricës kur shkon lart, nuk është shumë. Duket ndonjëherë se kur stonon? Jo. Për stonuar harroj, ato janë këngëtar profesionistë.
Ai, Michele Zarilo, ke duetet ja futi ca nota kështu pa lidhe, po doli Fausto Leali pastaj dhe i vurin gjunjë gjithë. 81 vjeç, i vurin gjunjë gjithë. Me trinje, me të vjetër, me të gjallë, me të vdekur, nuk e di. Ishte i papar. Nuk e di, ai kur ka mbaruar ai, unë e gjeta veten që nuk kisha më shtrirë këtë divani im i rehatshëm që ri shikoj, isha çuar dhe po rria kështu, më kisha ngritur zgupthi ai njeri. Dhe të mendosh që ai ka ardhur kur kishim ne me Sandrin, me Redin. Në vitet 2000 ne kemi pasur një lokal dhe u quante Ro Cafe Mosketier. Një natë, më merr në telefon, më duket o Ardit Gjebreja o Zhani Cik, më duket se Arditi. Më thot, Toni, jeni aty juve sot? Pse jam me Fausto Lealin, tha, ai nuk e di, kishte ardhur për të kënga magjike, a për festival nuk e di për çfarë kishte ardhur. Jam me Fausto Lealin edhe thash po e shem këty. Nuk e mbaj mend mirë, sepse Arditi na ka sjellë, më duket atë ish nusën e Silvestër Stalonës. Po. Atë na solli pa. Vjen me Fausto Lealin, ky muhabet para 20 e ca vjetësh, 2002-2003, 23 vjetë për parë, që Fausto ishe 23 vjetë më i ri. Imagjino. Vjen ai aty, fillon Sandri këndon, iku kë. Iku, rinte dëgjonte kështu. Kënduam ne një gjysmore, se ne e bëm thjesht për nder të këtij, le të themi. Atë ditë nuk ishte as ditë që ne punonim, e hapëm klubin për atë. Dhe mirë e bëm, se të respektosh një artist atij niveli. Nuk ka një tangërlik. Artisti s'duhet këtë tangërlik, duhet të jetë shumë e këmbëto. Dhe me kolekte vetë sillet shumë mirë. Mbaruam neve. Sandri tani ikën nga skena, shkon ke banakun, ne kishim një banak atje, edhe ule aty dhe porositi një diçka për të pirë. Vjen ky më thot mua, maestro, grazie, më thot mua për atë. Faleminderit juve, thash, se ju kemi parë. A mund të shkoj ta përshëndes pak, më thot mua, Aleksandrin, thot. Shkosh, i thash, kush s'pengon njeri. Ku është, thot? Ja, ku është, thash, mbrapa teja. Shkon ai atje, tash unë po shikoj atë skenën nga larg dhe nuk e mora vesh mirë se çfarë ndodhi atje, po sigurisht unë e kuptoj që në këtë rast artisti i bën elozhe një artisti tjetër. Ky Fausto gati po ulte në gjunjë ky. Po Sandri çfarë? Vale, Sandri po rritet. Po Sandri po rritet, po prit. Sandri po rritet kështu. Ai i tha disa gjëra, mo nuk e di çfarë zëri të bukur paske, sa i lumtur jam gjithë. Sandri kështu ndonjë. Grazie. Grazie. Sandri me atë me në fërgjene. Grazie. Au, kësy atje, mori gotën duke pirë, a i Fausto, o zot, qa zëri bukur. Sepse, jo vetëm për Fausto, unë mendoj që çdo njeri që e dëgjon Sandri Gjokën, pa takset nga bukuria e zërit. Ka një zë vërtet shumë bukur, një zë shumë veçantë, që e gjen shumë rrallë edhe në botë, në zëra si puna Sandrit janë shumë të rrallë. Aq të bukur sa qenë. A din që jetona e vajzë plakur që i ka kënduar ai atëherë? Atë duhet me pyet Shpëtim Rogjën, nuk duhet me pyet, ai e ka shkruaj tekstin, nuk e ka, jo, se ka bërë sa, ja. Gëzuar me ujë ti. Gëzuar me ujë nga bjeshkët. Tani, ti je prej vitesh, ai pianisti, qendra e vëmendjes së Festivalit të Këngës. Më duket mua, i veshur me ato kostumet. Po, e bukur, klasik. Prej disa vitesh. Prej disa vitesh. Ke qenë në fillim drejtori artistik i festivalit? Në fillim ka qenë Shpëtim Saraçi kur e bëri, që e filloi me orkestrën live. Prej shpëtimit e kemi këtë gjë, domethënë. Edhe ti ai pianisti që i shoqëron të gjithë artistët. Dhe pastaj Shpëtimi pati një fatkeqësi, i ra një tip ishemie, një gjë dhe se Shpëtimi për mendimin tim mund ta kishte bërë edhe vet, se Shpëtimi është pianist shumë i mirë. Dhe pastaj në festivalin 54, Martin Leka më propozon që t'jem drejtori artistik. Me qenë se unë jam pianist i rashtë dhe pianos vetë, krijuam atë grupin ton shumë të mirë, vum një lloj balance midis artistëve edhe të bendit, dhe pastaj kam bashkëpunuar edhe me çunat, me Shpëtimin, me Fredin. Dhe jemi tani, le të themi, jemi një lloj amalgame mirë, që kemi qef njëri tjetër dhe na pëlqen që të punojmë njëri me tjetër. Jemi profesionist, punën nuk i bëjmë naze.
Kështu që festivali për mua është kënaqësi e para punës, e dyta punës është trashëgimi, sepse babi im ka derdhur gjak, jo vetëm djerës atje. E vërtet. Kështu që është diçka, është edhe në familje. Dhe mbi të gjitha, na pëlqen puna në grup. Puna në grup është gjithmonë shumë e këndshme. Është një lloj sebebi, le të themi, edhe për të punuar njëri me tjetrin, edhe për të takuar njëri me tjetrin. Është shumë e bukur kur mblidhemi të gjithë bashkë. Jeni Ti dhe e di miq shumë dhe mirë kolegë. patjetër. Po ti e di shumë mirë që jeta sot është shumë e vështirë. Jeta sot të ndan me njerëzit, nuk kanë kohë njerëzit. Ti mezi po bëhesh për një kafe tani. Pak a shumë është bërë ajo ftohtësia që të çon edhe në perëndim. Që takohesh Në shumë Amerikë, rrallë, thonë, shumë se- rrallë, po dhe në perëndim rrallë takohen. Nuk besoj që takohen. Ne takohen akoma më shpesh, po prap jeta është bërë e tillë. Ritmi është bërë i tillë, stresi. Nuk ka më njerëz laid back, nuk ka më njerëz të qetë tani, janë gjithë me stres. Që kur del nga shtëpia, ti nuk e di sa plus decibel je në stres. Parkimi, burit, pluri, njerëzit, e folura. Sa kohë ke që nuk e dëgjuar një faleminderit dhe të lutem. E vështirë. Shumë e vështirë. Kështu që Fjalën e keqe ta thonë me njëherë, të mirën, këtë po them. shumë problem. Në këtë pikë ne na pëlqen ajo lloj gjë se takohemi dhe më shpesh. Edhe kush është grupi juaj? Me tjetrin, grupi Zjarri. Grupi Zjarri. Grupi Zjarri. Kush jeni? Po, shpëtimi e Fredin janë producentë e festivalit. Unë jam si biçim, drejtuesi i bendit, po që në të vërtetën nuk e konsideroj kur veten time drejtues. Për mua s'ka kuptim, muzika nuk është garë. Është një qef dhe unë më tepër me çunat e mi që punoj me Eldin, me Arjanin, me Torin, me Denisin, me gjithë djemt që ne punojmë muzikantët, le që plas gallata, është gallata e madhe, nëse ato janë tamam si puna ime, janë shumë shakaxhinj, shumë Po, hokatar. kanë shumë humor të Kanë gjithë. shumë humor të gjithë dhe ne kënaqemi. Aty trish një ditë me ne, nuk e di ç'a qyfyresh që dëgjon. Po, tek verdikti i këngës fituese. Keni dorë ju? Ja, absolutisht fare. Vetëm juria? Ja, absolutisht. Ne kemi punë të ndara, ne producentët, Po ndonjë mendim, ndonjë ndikim të vogël? Absolutisht. Absolutisht asnjë gjë, madje edhe në rast se mund na kërkohet një mendim, unë mendoj që profesionisti vërtet nuk gatërrohet në punë që pra ai merr përsipër të bëj atë punë, do bëj vetëm atë punë, nuk do bëj dhe punë tjera. S'ka nevojë pse të ngatërrohet me verdikte, me gjëra. Nuk e shoh. Në rast se jam njëri, po, në rast se jam njëri është detyra ime për të dhënë një verdikt. Po në rast se unë jam pianist i festivalit, unë i kam xhan të gjithë, i përshëndes të gjithë, mundohem kaloj mirë me të gjithë, sepse edhe një të ri, edhe unë e quaj koleg, përderisa ai po merr guximin, dalin në festival në një skenë të madhe, ai është kolegu im dhe unë duhet ta trajtoj me super dashuri, jo me dashuri, po me super dashuri, 2 herë, 3 herë më shumë. Alice, që fitoi festivalin me këngën Nan, Këngëtar i shkëlqyer dhe shkëlqyer. mendon që do të rreq vëmendjen në Eurovision? Këngëtar i shkëlqyer. Eurovisioni, meqense vazhdojmë flasim me sinqeritet, mua më duket një aktivitet, nuk e di, unë t'ishte për mua, vetëm se ne kemi kontrata me EBU-n, duhet që ti zbatojmë, po të mos ishte ajo kontratë, unë Eurovisionin, këngën për Eurovision do të kisha lënë krejtësisht veç. Nuk do kisha çuar një këngë të festivalit. Dhe festivalin do ta kisha ruajtur nga ajo që pa të mendoj unë se ç'do bëj në Eurovision. Po jo më vëlla, ti do shkruash një këngë tënde, do shkruash si ta do shpirti. Është një kufizim shumë i egër Po. për këngën shqiptare, po. Këtë po them. Dhe 2-3 artistë, për shembull, që nuk kanë shkruar me Eurovisionin në kokë, për shembull, le të themi që bën edhe biçim hajri atje. Rona, Gent Bushpepa, Shkodra Elektronik. Shkodra Elektronik, edhe si që ja ka dash shpirti kanë shkruajtur këngën, s'ka mendu për Eurovision. Bio komplet. Bio pra. Do me thënë, ja që ka dhe kështu. Pra, duhet unë do doja që ta ndaja veç Eurovisionin, se mua si aktivitet Eurovisionin nuk më, jo vetëm që nuk e shoh, nuk më tërheq. Po s'kam parë se i ka ikur shkëlqimi dikur, për shembull, aty kanë kënu ABBA, kanë kënu Toto Cutugno, kanë kënu artistë mëdhenj, dhe këngët e tyre dilën në treg
Këngët e Eurovisionit nuk dalin fare në treg, unë s'kam një gjunë në i këngë e Eurovisionit. Janë shumë jetë shkurtër. S'janë fare, më. Apo synë fare. Bota shumë muzikë tjetër, tregu botës nuk është ato lloj këngësh. Si je Finlanda, Suedia, si qanë se këngë të abitshme. Në këngë kotë. Domethënë nuk pëlqejnë fare ato lloj gjë. Duket sikur vazhdon akoma me butaforinë, sikur kanë plan të parë këtë butaforinë, jo atë. Unë kam përshtypjen që ajo është hajde të japim dorë njëri tjetrit dhe të krijojmë marrëdhënie të mira. Ndërkohë që vetëm marrëdhënie të mira s'janë. Gjeopolitika, domethënë. Po gjeopolitika, po tash duhet të kesh marrëdhënie të mira edhe serbi me shqiptarin. Edhe ai tjetri që ne jemi, ne nuk i kemi ato. Serbi voto për ortodoksin, shqiptari voto për i tjetër. Domethënë në këtë kuptim, edhe ajo është kot. Nuk e di pse bëhet. Kështu që unë këngë shqiptare, ashtu si e dua unë muzikën tonë, do mundohesha ta mbaja larg Eurovisionit. Larg Eurovisionit. Të bëni muzikë për qefin tonë, muzikë të bukur më vëlla, me një gitarë, me një piano, me një violinë, ku dëgjon? Ka më formë me u bë muzika, që kjo vetëm... Ke bërë një status lezetshëm ti para ca vitesh, ku themo në fund, nuk po të shohim shumë kështu daulle, çifteli në Eurovision, për të treguar që sa të pasur e kemi folklorin. Edhe më ka pëlqyer shumë se vërtet ka qenë një periudhë që dhe veshjet, dhe melodia, dhe teksti, e gjitha sikur Shqipëria jetonte në luftë akoma. Po bë fare muhabet tani. Domethënë shumë e tepruar. Ne tashti, ne flasim për muzikë pop. Nuk flasim për muzikë folklorike, nuk flasim për muzikë popullore. Ky është festivali i muzikës pop, nuk është festivali i këngës popullore. Po, i Gjirokastrës. Po, i Gjirokastrës, festivali i Gjirokastrës. Tani çka me xhubleta, me qeleshe, me gjëra jo vëlla, se ky muhabet shumë. Pra, avash hikën ato, se ishte një lloj, janë me etapa këto. Këto smundjet janë si epidemit, kap një edhe do kone vetë që tika, 2-3 vjet, 4 vjet, derisa të pasur, fillon një diçka tjetër. Kështu që nuk nuk i kemi. Ti si Elton në këtë moshë që ke, se ky Sal Da Vinci ishte 56 vjeç, është 56. Edhe Julia atje, 100 vjeç. Edhe shkon në Eurovision, i shkreti. Ti ishte një batutë e bukur, kishte bërë dikush një meme, thoshte që ka viti Salve këtë vit. Sal Da Vinci, Sal Berisha që na bën protesta dhe Salsano Rapi që prezantoi festivalin. Sala ishte në rregull, shumë mirë prezantoi Sala. Për aq ditë sa ja dhan atij, ai për mua ishte hero. Jo, për aq ditë sa ai e mori, se e mori në fund fare, nuk pati kohë që ta përtypte gjithë materialin. Për mua Sala ka bërë 150% të eksperienca bën të vetën, është i sprovuar. Edhe do thënë, ti e ke menduar ndonjëherë këtë skenën e Eurovisionit që në fakt artistët shqiptarë ndërrojnë? Po si të them, në mendjen tonë shkon gjithçka, në mendjen e një njeriu shkon gjithçka. Ne kemi menduar edhe për gjëra që nuk bëhen kurrë. Fantazitë tona, edhe të mia edhe tuajat, edhe gjithë njerëzve i tejkalojnë këto, dhe sigurisht që edhe unë kam menduar Eltonin në një skenë si Eurovisioni. Por ndoshta vitet, ndoshta eksperienca, nuk është se unë ndjeva shumë i eksituar që unë mund shkoja atje. Se për shembull kur kam qenë me Kristalin, unë kam qenë në vend të dytë dhe për një gjë mund të kisha shkuar edhe unë. Kupton? Pavarësisht se nuk e di kush fitoi atë vit. Se mbaj mend kur ishte Kristal. Kur ishte Kristal Nese në 2010-ën. Diçka e tillë. Edhe pra mund shkoj edhe unë. Puna ishte që nuk është se unë nuk e shoh dot më vëlla muzikën si garë. Nuk e shoh dot, pra edhe këtë festivali me çmime me kështu unë e kuptoj që ajo është tradita, po se shoh dot si garë, do që zihen rob për një çmim. Unë në çdo festival që kam nduar jam fut vetëm për qef. Nuk jam fut kurrë për të fituar një çmim. Qyteti i Vjetër për shembull, çka këngë është doli i 17-ti. Kur u bë ajo rendita finale, doli 17-ti. Dhe unë sot e kësaj dite nga Qyteti i Vjetër akoma fitoj para. Çka do të thotë që është bukur. Nuk e mendoj kur si një garë. Si një garë, po në fakt ti e ke futur Shqipërinë në Europë që kur ishe 17 vjeç, ke pas një këngë ti. Ajo ishte dëshira, ne jemi emri vetjetës. Me tekst të Gjulianës. Drejt e Europës do ta çojmë. Ne, atë dhe unë tonë si askush tjetër, ne drejt e Europës do ta çojmë. Dhe flitesha për brezin tim. Se unë kur doli këngë isha 17 vjeç.
Sa i lezetshëm, më fal, ai klipi të pëlqen vetë aty? Po, në siguri, sa i bukur aty. Vërtet? Ishe shumë bukurosh, kush e di sa të dashura kishe atëre. Pirati zemrave, kënga Çinit, sa zemra kish rrëmbyer, sa puthje kishte dhënë. Po jo, goc. Ti duhet ta dish se je edhe femër me eksperiencë që djemt 9-10 histori i kanë sa jesa dhe i krijojnë. Po ja, më i krijojnë ato që s'u var njeri. Po, ka raste që dhe ato që ju avar njeri mund të krijojnë më shumë. Krijojnë më shumë, sepse duan ta diet fishojnë ato suksesin. Edhe këndove ato këngë, vërtet ishe shumë simpatik aty, edhe nuk e dia ishe ndërgjegjshëm, po e dukesh edhe pak çamarok, pak mënyra si këndoje, si interpretoje atë në skenë. Ne kemi qenë çamarok, sepse mënyra se si ne u rritëm dhe si e përjatuam ndryshimin e sistemeve, ishin tamam bukur, ishin në kohën e dur, ishin shumë të rinj, shumë e ëndra, edhe mbijetesa në kohën e Partisë Punës, ishte zanat më dhete, duhet të ishe pak, kemi një shprehje ne, po që për etik nuk po e përdor, që të ishe i shkatët. Është njëra mund t'jetë me D, mund t'jetë me BK, mund t'jetë me qatë dush. Po, okej. Banka kombëtare. Edhe ideja ishte që të bënte vetë të ishe pak çamarok, mos haro dhe mosha, të gjithë çunat në atë moshë janë pak çamarok. Kështu që unë i kam kaluar gjitha këto gjërash dhe kur i shoh mbrapa, jam i lumtur për një diçka thelbësore, që i kam bërë gjërat në kohën e vet. Domthonë gjërat që duhet bëheshin në atë moshë i kam bërë në atë moshë. Është gjë e mirë. Shumë e rëndësishme për mos u bukur. Sepse nuk të krijon ato deficiencat që ti do t'i mbushësh më vonë. Më vonë dhe dukesh qesharak. Dukesh qesharak, sigurisht. Patjetër. Po, kush ishte rockeri i parë, ti apo Kozmadushi ama? Se kështë që kishte muzikë rock, element rocku të kënga Eja u shoku ynë. Po, të Eja u shoku ynë, që kur fillon ajo. E këndon Kozmadushi. Ajo është si muzikë rock. Po si ka mundësi që lejoheshin element të tillë? Po, nuk është ashtia, ti duhet ta dish që ne muzikantët jemi pak ndoshta kështu me hunë përpjet, por nuk jemi budallënj. Dhe normalisht që ti mos ta trashësh zullumin, sigurisht që mund të fuzësh gjëra të tilla, mund të fuzësh në një element kështu modern. Tashti ai nuk do hiqte këngën vetëm se ti kishe shkruar këtë intro. Se kënga fillonte pastaj me lule, dole në balkon, unë të thurja këngë, ti mblidhje lulet, u bëjo, u fut dashuria pastër, dashuria mes masave, hyrja aty brenda. Pra nuk do sakrifikohesh gjithë kënga vetëm për atë, por që elemente, pra unë e kam thënë, ka elemente të rockut. Dhe ka pasur në goxha këngë, jo vetëm te unë mora për shembull këtë, Eja o shoku ynë, po tani triti çojnë. Për shembull Lindita Theodori më është dukur pak mua në këngët e saj, sigurisht e pak ekstravagante, kishte një lloj ekstravagancë ndoshta. Jo. Lindita, ty ndoshta të është rrënjosur pak ajo e festivalit 11 që kënon Kafe Flora. Aty në festivalin e 11 gjithë ekstravagant dolen atje. Çunat kishin filluar të rishin flokët, basetat ishin të trasha, të gjata, pantallonat ishin çik si cowboy, kështu që këmishat me jakat më dhaja. Pra e ndiqnin modën e viteve 70. Pastaj futi ai shoku gërshërën edhe u bën festivalet pastaj. Festivali që ka ardhur pas festivalit të 11, më duket se hoqën edhe baterin fare, e bën me orkestrë simfonike, me timpan, me oboe, me fagota, me gjëra të tilla, se element muzikës më të skandal. Kështu që ti si djali një artisti shumë të madh, dirigentit Ferdinand Deda, çfarë ke kapur atij sistemi, për mirë dhe për keq, si thuash, çfarë ke memorizuar në trurin tënd? Tashti, unë mendoj që janë shumë gjëra të koklavitura në këtë pikë, sepse kur ti je fëmijë, nuk je shumë i qartë. Nuk je shumë i qartë se çfarë je duke kërkuar, sepse nuk është kërkim tamam, është eksperiment. Ti mundohesh të eksplorosh, mundohesh të kuptosh nga prindët, nga shokët, nga gjithë gjërat. Kështu që
Unë mendoj që ajo periudhë e jetës, mua më mësoi shoqërinë një në radhë parë, që sot është një nocion i habitshëm. Më mësoi edukatën, më mësoi sille mirë me shokët, sille mirë me më të mëdhenjt. Të sille mirë, mos i ofendoj njerëzit. Të mësoj. Të them të lutem fal, të kërkoj ndjes. Më mësoi ajo kohë të gjëra, të jap rrugën, të liroj vendin autobus një plaku. Të çohem dhe ai tulet. Më mësoi disa gjëra ajo kohë. Po mësoj shoqërinë, mësoj vlerat shoqërisë. Ne me shokët ishim të pastër, ishim barabartë. Edhe ishim shumë mirë, më ndjeshim shumë mirë. Ndjeshim keq sepse ndoshta nuk na lejonin që ne të këndonim, ose këndonim kështu sottovoce, ose nuk dilim, ose kishim vegla, nuk kishim një organo të bukur siç e kishin kolegët tanë, qoftë edhe në Prishtinë, qoftë edhe në Kosovë. Kishin vegla ato, kishin kitara, kishin Gibson, kishin Fender. Ne kishim gjithë vegla nga Gjermania Lindore, nga Çekia. Pa, më thëmë dhe aty kufizuar. Shumë të kufizuar. Dhe prap kishim ëndra. Ëndra jonë ishte që një ditë ne do bëhemi, një ditë ne do shpërfaqemi, një ditë ne do jemi Deep Purple të rinj, do jemi Led Zeppelin të këtij vendi, do jemi Black Sabbath, do jemi Beatles, do jemi Stones. Do jemi këto, kjo ishte gjë jonë. Dhe faktikisht u hapëm në një moment që ne ishim të aftë për të kuptuar se ç'a ishte muzika. Dhe fal atyre ëndrave, fal atyre mesazheve që ne kemi dhënë, shumë nga ato personazhet viteve 90 sot e kësaj dite janë akoma shumë mirë, këndojnë, bëjnë muzikë. Partiturat e Babi Ferdinandit të bën për vete direkt apo në fillim i kishe tmerr si një djalë i vogël që duhet ishte shumë strikt me mësimet e puna partitura, shiko, puna partiturave është si çdo fëmijë, Klo. Tani ti shkon atje, ai të thot hap të librin se do të mësoj, ja këto notat, vlera notave kështu. Ti e ke mene me të dalë me lujt futboll. Ti e ke mene me të dalë me bo vrap në lagje, me mësu biçikletën. Tani mirë po ambienti artistik është një diçka shumë e mirë, kur je i rrethuar në ambient artistik, pra unë u linda me piano në shtëpi, babi, atje, kështu që ajo dashur pa dashur ti në çdo cep të shtëpisë që unë përplasesha, shifja në i gjë, shifja nota. Tash i drejtë ta haj, do bësh kurioz, ç'është kjo, po të fut në gjak, pastaj fillon mu bë edukatë, që kur hyra në shkollë, pastaj u futa direkt në piano. Kështu që unë fillova të mësoj notat shumë i vogël, dhe ajo fillon bëhet edukat, ti do studiosh, do bësh saxhot, do bësh provimet, do bësh kontrolle teknike, gjitha gjërat. Kështu që detyrimisht do fillosh që ti u bë pjesë e jetës. Me babin ishit miq apo ishim thjesht me babin ishim tashti që kanë ide të kundërta për njerëz të moshës time, të cilët e kanë idenë se çfarë do të thotë familje autoritare të atyre viteve, sepse në ato vite familjet ishin autoritare. Ferdi, normal, nuk ishte aq autoritar, se ishte më liberal nga që ishte artist. Por gjithsesi ai prap ishte burri i shtëpisë. Fatmirësisht për mua dhe fatkeqësisht për babin, ishte që babi nuk është se kalonte shumë kohë me mua. Se Ferdi nuk ishte i shtëpisë, Ferdi ishte i gjithëve. Ferdi gjenio nuk mund të jetë i mbyllur vetëm brenda një gruaje dhe 2 fëmijëve. Kur e kuptove këtë? Vonë. Por, kështu që ai shpenzonte më shumë kohë me punët e tij dhe me qefet e veta se sa me ne. Kështu që për mua ishte shumë e lehtë që ta rreja babin, ti thoja kur vinte ai në ke bër baun, e mësove, ajo e mësova, i thoya, unë s'kisha bërë asgjë, se kisha mësuar fare. Mund ta gënjeje pa sepse dija shumë mirë që as kontroll nuk do më bënda. Po një 2 rreshta i kisha mësuar, unë sa të filluat e mirë, nuk ishte Ferdi nuk ishte mësuesi im. Nuk ishte Ferdi mësuesi im. Ferdi më dha kulturën, më dha gjëra të tjera, më dha mënyrën se si unë ta shikoj muzikën, se si ti e mafret dhe mos i bëj naze edhe muzikës popullore, edhe muzikës lehtë, edhe muzikës klasike, të t'i bëj gjitha. Por Ferdi nuk ishte mësuesi im. Mësuesit e mia kanë qenë tjera, ka qenë Nagi Kareco, ka qenë Bebi Nako, kanë qenë Nora Çashko, për këtyre kam mësuar pianon. Ti her pas here bën postime të rëndësishme në rrjetet e tua sociale. Kam hequr dorë. Ke hequr dorë tani? Kam hequr dorë, ti je shef që nuk jam shumë aktiv. Po, nuk je shumë aktiv tani, por ke qenë. Kam qenë goxha sepse mendoja që mund të ringjallnim një lloj fryme të kritikës, gjë që më rezultoi në një dështim
të plot. Këtu në Shqipëri kemi probleme shumë mëdha me kritikën. Nuk kemi kritikë, sepse jemi katandisur në atë lloj gjendje që të gjithë njerëzit ta marrin personale. O, po ti përmend emrin tim, ti e ke personale me mua. Po mirë, unë le ta përmend emrin tënd. Punë e madhe. Unë po të bëj një kritikë. Unë nuk po të dëmtoj. Kritika nuk është dëmtim. Nuk është i bësh dëm tjetrit. Kritika është që ti thuash një diçka që ai ndoshta nuk po e sheh. Dhe unë si sy i jashtëm dhe si vesh i jashtëm, e kuptoj ndryshe, është një këndvështrim tjetër asaj gjëje. Kritika vetëm mirë të bën. Po pati kritike, dashura ime, ka zhvillim. Ka zhvillim të kulturës. Nuk e pranojnë kritikën këtu. Kultura pa kritik është kot, është një kulturë e shtirur, një kulturë që nuk ka bosht, nuk ka kontent. Dhe për këtë arsye, thash sa të kotëm kot, sa të futem në një natë me njerëzit, se fillon bëhesh edhe ti pesimist. Bëhesh pesimist, Klon, nuk shumë e keqe. Është një orkestër që duhet ta luash i vetëm. Në një farë mënyre, sepse të tjerë do të bien kundër. Unë pianist jam, valla, mund dal si solist, po nuk është tamam ashtu. Sepse ti po të gjykojnë pa lujt fare. Kështu që e kam lënë çik pas dore, nuk është mirë me thënë të drejtën, do kisha shumë qejf që unë t'isha më aktiv, dhe jo vetëm unë, po edhe njerëz tjerë, sepse atë lojë nuk mund ta heqësh dot i vetëm. Që një kritikë shëndosh duan njerëz që të shkruajnë edhe ti rrinë atyre gjërave. Po pastaj e kam parë që nuk e di, u bëra pesimist, mra interesi, kështu që nuk kam shkruajt më shumë. Në fillimet e tua krijuat grupin Tingulli i Zjarrt. Ideja jote ishte për të? Po, sigurisht. Nga kush e trashëgon këtë talentin për vargje poezi dhe ku shkruan një mesazh dhe shkruan me shumë energji poetike? Po, mendoj që më vjen shumë mirë që ti e ke vënë re. Edhe unë mendoj që e kam, nga që kam qenë dhe jam një fanatik i librave. Në korat e sot me duket pak si demode, sepse marrim shumë informacion nëpërmjet internetit, po mua më kanë pëlqyer jashtëmase klasikët dhe romantikët. Duket. I kam lexuar dhe më pëlqejnë shumë mënyra se si përfituro tani. Unë kam lexuar librat e përkthyera nga Vedat Kokona, nga Robert Schwartz, përkthyes të jashtëzakonshëm. Njerëz domethënë që kishe qejf, unë nuk e kam lexuar. Shqipja e kuruar dhe me fjalë të arta, jo. Nuk e kam lexuar Zweigun në gjermanisht, e kam lexuar në shqip. Po me aq sa i përkthyer ishte ai në shqip, i bukur domethënë, unë akoma i ngelet, nuk e di. Pra, aq përkthyes mirë kemi pasur, sa që ato edhe Gjule Tërsinë kam pasur shumë qejf, kam qenë nxënës i mirë në atë lëndë. Ti mund të ishe bërë shkrimtar. Unë kam një dellë shkrimtari dhe ndoshta më vonë, kur të kem më shumë kohë në dispozicion, edhe mund të shkruaj ndonjë gjë. Nuk është se kam hequr dorë, pra unë her pas here shkruaj, kam shkruar ese të ndryshme, i kam publikuar edhe në Facebook, kam shkruar një 2 tregime të vogla, nuk kam marrë guximin të bëj ndonjë novel, megjithëse po qese jam shumë i bindur që në rast se unë do kem pak më shumë kohë, edhe pak më shumë largim nga kaosi i qytetit. Një novel avash mund ta sos, një roman të bukur mund ta bëj. Po, do e qaje, mendoj unë. Sepse ti do jesh nga të parat që do e lexosh. Po fatkeqësisht nuk do jetë dorëshkrimi, se dikur ishte dorëshkrimi që uzinin ato. Po, tani ato fanset që kush ta kishte, ti nuk e fansja ime. Kështu që tani me këtë rast edhe shpëtova nga dorëshkrimi, në fundit në një USB të vogël se ta çoj se ato PDF files janë shumë të vogla, kështu që me një email thjesht vjen edhe mund ta lexosh. Specialisti IT se ke bërë shkollë IT në Amerikë. E bërë. Është një këngë, Na lini të jetojmë. E këndon ti? E këndon Josif Gjipali. Por si është e vërtetë kësaj këngë? Sa asnjëherë s'e ka marrë vesh. E di që ka shkruar Albani Miri dhe vargjet i ka bërë Juliana Jorgançi. Dhe u bë për Tingullin e Zjarrt. Po, pse e këndon ai? Po sepse Albani kur iku nga grupi, ai madje ka bërë klip, më fal. Nga grupi, po ka bërë klip, mbasi iku nga Tingulli i Zjarrt. Albani mbajti të drejtat e këngës. Dhe për Albani mund ta këndoj vet, mund ta këndoj Josifi, mund ta këndoj Kloja, mund ta këndoj kushdo. Kupton? Ashtu? Po. Nuk pati ndonjë konflikt për atë këngë?
Po ç'konflikt mund të jetë për një këngë kur ajo i përket popullit tashmë? S'mund të kesh konflikt për një këngë e cila është e bukur, është e madhe dhe e këndojnë gjithë. Bëj ç'a duash ti, ajo ngelet këngë Tingulli i Zjarrt. E grupit. Patjetër. Pastaj nga Tingulli i Zjarrt kalove te ca grupe të tjerë. Thunderway. Bëra Aneroid përpara se shkoja ke Thunderway dhe bëra një Unplugged. Madje unë e mbaj mend shumë mirë, ka qenë viti 93, diçka e tillë. Dhe kam bërë unë, Unplugged, ka bërë dhe Orges Toçe. Unplugged e para që u bën në Shqipëri, kam bërë me vegla akustike. Ishte një sforcon vete, domethënë të mikrofonoje në atë kohë. Nuk ishte bazë materiale fare, nuk është si sot që hap gojën ti të vjen mikrofoni, e dua kështu, e dua ashtu, e dua për kitarë, e dua për violinë, e dua për këtë. S'kishte vegla fare. Dhe atëherë u bë ky grupi, pastaj ti duhet kuptosh një diçka, derisa ka ardhur Eltoni me Klon në këtë tavolinë në 2026-ën, vit mbas viti, muaj mbas muaj, ditë pas dite, ky kombi mrekullueshëm shqipërie ka derdhur gjak, hemoragji, truri, ikje, braktisje, ikje. Kupton? Kështu që unë gjatë gjithë kohës time kam parë shok të mi që më kanë ikur, muzikantë që kanë braktisur dhe kanë ikur. Isha vetë njëri për tyre që u largova nga Shqipëria. Kështu që normal që çau krijuar në 90-ën nuk mund të shkonte pafundësisht. Do vinte një ditë që këto do rrëzoheshin. Pikërisht për këtyre gjërave. Edhe mbasi mbarua me Aneroid, sa ikën e Se ishte edhe një lloj trendi atëherë, krijimi grupeve. Po krijimi grupeve po trendi më i madh ishte hajde të zhdukemi, të ikim të shohim mirë ç'a bëhet nga Gjermania, nga Anglia, nga Amerika. Ashtu që vazhdon edhe sot. Kështu që në këtë pikë, pastaj shkova me Thunderway, bëm albumin The Order Executors dhe unë ju përmbajta premtimit që u bëra çunave, sepse unë nuk jam pavarësisht se unë thash i kam dëgjuar dhe i kam jetuar gjitha periudha, hard rock, heavy metal, death metal, gjitha gjërat, domethënë shikonim MTV në ato kohra, ke shtëpia e Volt Vorpsit, Headbangers Ball ka qenë një program ose Beavis and Butthead, që jepte muzikë, se atëherë MTV-a jepte vërtet muzikë rock, pastaj u shtur MTV-a, u bë krejtësisht një muzikë e habitshme, e çuditshme si mund të lëvizin, kurse atëherë jepte rock, jepte shumë. E tani u mbyll fare. Drejt asaj pune do shkonte, po qese ti fillon edhe degradon edhe arrin nivelet ulta, më mirë mbyllet. S'ke çka kulturë të japësh njerëzve. Po i shtur njerëzit, nuk po i kulturon. Media është kulturë. Media nuk është i shturësh njerëzit. Nuk e di, unë shoh media, ka raste, për shembull që mbin dhe unë shikoj atje dhunë, shikoj këngë me videoklipe të habitshme, me pistoleta në brez, me droga në tavolinë. Ç'është kjo muhabet? Nuk është kështu, nuk është kjo gjë, ma. Po s'është më kjo gjë, ma. Është kuptuar keq kjo punë. Është kuptuar gabim. Po poezia, shpirti s'ekziston më te këto këngë. Po ç'mund të kesh shpirt tani? Ajo nuk është më poezi, ajo është fjalë, ajo është një fjalor rruge. Po zihen dy njerëz në rrugë dhe po flasin. Po zihen. Nuk ka poezi, ç'poezi, poezia do shpirt, poezia do ndjenja. Poezia do që shpirti të jetë në paqe, më dali poezia. Njerëzit nuk janë në paqe, këtu është problemi, prandaj flasin me fjalë të zakonshme, nuk e gjejnë dot kurajon që të nxjerrin fjalë të bukura nga zemra, se nuk janë në paqe. Janë gjithmonë në një luftë, ose me veten ose me një tjetër, janë gjithmonë në luftë. Njeriu po nuk ra në paqe, po nuk bëri paqe me veten e vet, është e kot që të është e kot që ti të fillosh edhe të thuash unë po bëj art. Edhe? Dhe pastaj i thash atyre që kjo do jetë vetëm për një album, unë do vi të këndoj këtë album, po, kështu që e bëm atë album, bëm edhe disa koncerte, pastaj grupi unë nda, dhe unë dola vetë, thash me vetën time, por tani toni nuk je më, se dhe të krijosh një grup, do shumë financa. Do lek, nuk mund të bash dot, kurse kur je vetën, më pëlqen ky kitaristi, hajde të bëjmë një këngë me këtë. Më pëlqen ky bateristi, hajde të bëjmë një këngë me këtë. Është më lehtë. Je më i lirë. Je shumë më i lirë. Kështu që në këtë pikë, pastaj nga 95-a e poshtë nuk kanë krijuar më asnjë grup, kanë qenë thjesht Elton Deda, por ama sigurisht që kanë punuar gjithmonë me shokët e mi, me miqtë e mi, me ato që unë pëlqej gjithmonë të them garda e vjetër.
dhe që janë Arjan Gjici, Hektor Duri. Bateristët kanë shkuar e kanë ardhur, me Ton Kraja, me lloj-lloj. Unë kam punuar me shumë. Bateristët janë i çik më të lëvizshëm. Sepse ndoshta është dhe instrumenti i tillë. Është instrumenti i tillë që nuk e kanë shumë problem që të ngjizen dhe të kurse kur nuk e kam Arjanin krah, e ndjej që kam mungesë. Kam çik bashlik, po. Dhe pastaj si këngëtar solo ke bërë ca hite. Le të flasim pak për Qytetin e Vjetër? Po. Shumë këngë e bukur. Po, shumë këngë e bukur, se është këngë dhimbje, është krijuar në vitin 97, ishim gjithë me AK-47 në përshpije. Kështu që edhe historia është e tillë që në vitin 97, kur që ja plasi mirë, domethënë, që u hapën burgjet e dolën gjithë, Tirana u bë nuk kishte asnjë gjë. Gjithë ishim me kokë në torbë. Gjithë ishim me armë në makinë. Faktikisht asnjëri nuk bënte të fortin, në ato sepse ishin gjithë të armatosë dhe nuk ishte se ja mbante shumë. Por ishte qyteti gjithmonë në rrezik dhe neve mblidhen unë atëherë në 95 kisha filluar punë tek Shqupi. Shqupi i them edhe sot e kësaj dite, pavarësisht se është bërë selia e Partisë Demokratike. Unë atë vend e njoh me plumb. Sa mbarova fakultetin, 95-ën. Punoje dirigjent apo? Zhulali, po, drejtuesi i orkestrës. Drejtuesi i orkestrës. Po, bëm një grup shumë simpatik. Dhe jepnim koncerte, që nga repartet ushtarake deri ke servitet e NATO-s. Bëm një repertor shumë të bukur. Edhe Mon Zhulali më tha, Toni, unë s'kam ndërmend ta bëj këtë punë, apo vjen të drejtosh orkestrën, unë dua të merrem me studio, me këto gjërash, edhe unë erdha dhe fillova punë. Dhe në 97-ën ne unë gjendëm para grabitjeve, para gjithë gjëra, dhe edhe në institucionet ata nuk i falen. Madje një dy herë na erdhën edhe na gjujtën me automatik mu ke gardhi i afër parlamentit, mu poshtë që ishte, se ka qenë lulishte kjo që u bë xhamia tani. Ka qenë një lulishte aty. Edhe erdhën gjujtën me automatik, edhe ne i gjujtëm një dy herë me pistolet këtyre, ikën ata, nuk... Kishe pistoleti? Gjitha i kishe me. Mbaj me vete gjithmonë? Pistoletën e kam mbajtur, po. Edhe ikën ata, mirë po të ashti, ikën ata, po vinte nata, mund vinë tjerë, mund ashtu. Ne, në 95-ën, na kishe sjell Mondi, në fundin 95, fundimin 96, na kishe sjell Mondi, Vegla të reja. Korg, kishim bateria, ishte premier, më duket, o premier apel, po premier më duket ishte. Amplifikator kitara, kishin sjell kitara të reja, domethënë. Dhe çfarë bëm neve? Të gjithë veglat i thash çunave do i marrim nëpër shtëpia. Këtu nuk do mbetet asnjë gjë, që edhe po të vinë, të paktën mos na marrin veglat tona më që punojmë. Po, se çfarë do bënit pastaj? Të vrisnit veten? Se si të kalonit kohën. Nuk do shkonim në repartet ushtarake klo që të jepnin koncerte. Çfarë do bënim? Ku dëgjon çfarë do bënim? Dhe unë e mora korgun tim të dashur në shtëpi. Dhe në shtëpi tani, ndërkohë që jashtë ishin ato plumbat, i shikojmë atje se ishin ca plumba që ishin kështu gjurmlënës, kur gjunin dhe u bënte qielli kështu me radhë. Korgu atje. Edhe i bia në darkun, vija kufjet, se ai nuk ishte speakers të vet, ishte me kufje. Vija kufjet dhe filloi gjë. Një ditë, një natë më saktë, ishim ulur tek akademia. Isha bashkë me Jolën, me Neritan Liçajn, me Mont Budinën, me Altin Bashën, ishin çunat e dramës dhe tregjisë, që në atë kohë i kam pasur shumë shok dhe jam shoqëruar goxha me atë pjesën, një pjesë mirë të fakultetit. Kemi qenë shumë shok. Po fakulteti them se nuk ishte akademi, ishte akoma Instituti i Lartë i Arteve, pastaj u bë akademi. Dhe këta të gjithë tani ishim ulur atje, po pinin Fernet, e tavolina mbushur me fara. Lule dielli, fara kungulli, duke ngrënë, dhe filloi një muhabet aq depresiv, sepse nuk kishte çfarë muhabeti të bëje në 97-ën. Unë kam memorien top, Klo, dhe i kam fiksuara çdo ditë të atij viti, edhe të 97-ës edhe të 98-ës. I kam fiksuara vujtjet dhe i kam fiksuara çfarë traume. Për mua
këto traumat e këtyre që kemi kaluar ne, jo po pandemit nuk janë trauma fare me ato që ka kalu populli shqiptar në 97-ën, po njerëzit e kanë memorien e shkurtër dhe nga ndonjëherë ose dhe nuk kanë qef ndoshta që t'i kujtojnë ato gjëra, po unë i kujtoj sepse sido që tjetë ato na mësuan goxha gjëra. Ato na mësuan edhe vlerat shoqërisë, ashtu siç na mësoi edhe pandemia. Çfarë njerëzish që janë vërtet në krahun ton, aty i njeh, janë apo s'janë në krahun ton, vërtet, kur janë kohë të vështira, se kur janë kohë të mira, hau hiu me të gjithë, je shoqja ime, je shoku im, e kalon mirë, po kur jenë vështirësi, aty duken miq, aty duken njerëzit që ti i ke besuar, aty duken në kohë të vështira, dhe 97 ishte shumë e vështirë. Dhe këta më mbushën me një lloj gjendje, se po flisnin po aq depresive situata, sa që unë nuk po rria dot, i them Jorës, ajde tikim, i them tani. Jora ishte gati gjithmonë tikë se nuk kishe ndonjë që flije shumë e madh trinte nëpër tavolinën për kështu. E mora çova në shtëpi, kthehem në shtëpinë time, mbylla makinën, unë gjita lart dhe isha i mbushur me nota. Ulan tastierë dhe fillova bëra një 2-3 akorde, sa i lidha për çerek ore 20 minuta, kënga ka qenë e bër në 80% e saj. Pastaj fillova në një rifinitur të vogël dhe i bëra një tip orkestracioni fare provizor, se koru ka qenë me sekuencën. Mund të bëja deri në 16 pista, mund t'i luaj atje edhe baterinë, edhe basin, edhe kitarët, mund t'i luaj atje në organ. Dhe i bëra një orkestracion. Dhe marr në telefon Ges Toçën dhe i them, Geso, i them, unë duhet të më bësh tekst. Ka ardhur frymëzim, kam i këngë bukur. Si më thot Gesi? Ku takohemi? Ke Shqupi, ku do takohemi tjetër, se Shqupi ishte edhe më i sigurti. Kupton ti, ishim më kështu, ishim më sigurt atje. Se dhe ushtari, këtë dera, vite policia ushtarake, qarkullonte, nuk ishim pa njeri. Vim aty, Shqupi poshtë ka pasur kafe, restorant ka pasur, dhe marrim një shishe Fernet, edhe nuk e di mua, më ka humbur, është fatkeqësi faktikisht që nuk e gjej dot dorëshkrimin e qytetit vjetër, që e ka shkruajtur Gesi me shkrimin me gjithë korrigjimet, dhe që ishte me njollat e Fernetit, se duke bërë të pavëmendshëm edhe u derdhte në një pikë atje dhe ishte bërë ajo fleta e bardhë, ato njollat e Fernetit zezë, boja blu, dhe aty u bë teksti dhe Gesi e shkruajti direkt për një orë e bëri edhe tekstin. Shkova regjistrova pastaj në studio jazz, që punoja në atë periudhë. Po, që ka qenë shumë i famshëm si studio. Po Ferneti pas ka pas një lloj roli në atë kohë. Po unë kam qenë tifoz me Fernetin. Shumë ishin me konjakun. Për shembull, kisha shumë shokë që pëlqenin konjakun. Ku ndryshon Fernetin nga konjaku se asnjëherë s'e kanë ditur, më duken si të ngjashme. Është i hidhur. Është i hidhur. Është i hidhur, po. Dhe nuk bëhet nga rushi siç bëhet konjaku. Ferneti bëhet ka dhe bim medicinale, bim aromatike brenda. Domethënë është alkool pak më i fortë, mund të themi. Jo, s'është njësoj. 40% që janë ata, nuk ke çfarë të bësh. Alkooli i sojës, po shihet janë të ndryshme. Mua pëlqen dhe Ferneti se nuk pëlqejnë gjërat e ëmbla. Edhe këto të hidhura. Nuk pëlqejnë gjërat e ëmbla. Edhe këto të hidhura kështu, plus që Ferneti kishte një diçka që nuk kishte dhe aq sheqer. Të paktën me sa kuptoja unë, dhe sheqeri është ajo që na zën edhe pija. Sa më shumë pija, për shembull pije të ëmbla, ponçi këto, të bie në kokë. Po të bie në kokë, ne kur donim të prishim mendjen në një gocën ato mbrëmjet që bënim atë, jepin çik ponse, e zinte një çik atë dhe mund thoshte po, çik më shpejt. Çfarë thua me ponç? Me ponç, ponçi ishte se u pëlqente goca se ishte i ëmbël. Unë e shikoja, ka i gjoki që është i ëmbël që i ze këto. Dhe unë jam derur vetëm një herë me ponç dhe nuk kam pirë më, se nxora zorët, unë nuk vjell kurrë, ato ditë kam nxjerr zorët nga ponçi. Po ishe me ndonjërin me po? Jo. E mirë të pakët. Jo, se ç'ndodhi, s'kishim çat pinin tjetër, nuk e di, ana mbaroi Ferneti, nuk e di e pim ponç. Edhe kështu Ferneti, domethënë, krye pija e kohës. Ferneti krye pija e kohës, atje ke puna. Domethënë, Ferneti ka një gjë që ta kuptosh. Ferneti është pije që ka tifoza. Konjaku nuk ka tifoza, konjaku pijet më në masë. Në atë kohë ka qenë për shembull konjak me lëng qershie, përzierje. Konjak me lëng qershie. Kishin ca amita të vogla, edhe e pinin ta merrin konjakun dhe mbushin me lëng qershie me demek se ky bëhet. Ai alkool bark të pirë dinin ata, nuk është puna se i fuzin dhe ca sheqer nga ajo. Zgjasin pak më shumë. Zgjasin pak më shumë, ai ikte më shpejt. Kurse Ferneti është me tifoza, pra Fernet pinin më pak, por kishte tifoza. Ata që e pinin ishin fanatik. Dhe unë ashtu më qelloj, kam qenë fanatik. Më pëlqente Ferneti.
nuk kërkoj tjetër njëri me pak fërnete shkrove, apo? Po vallaj, nuk kërkoj tjetër njëri, nuk kishe nevojë për fërnet, se unë kisha bërë sherr me Jolën, ishim zënë, kështu që fërneti, jo fërneti, zeher, me mamin e Fjordit. Zeher nga shpirti, domethënë kishe nevojë, shpirti im kishe hedhur aq shumë zeher. Po u zum, bëm një sherr të madh. Po për çfarë e bët sherrin, për xhelozi? Po jo, po xhelozi, nuk ishim në xhelozi. Sherret tona ishin nga më të habitshmet. Nga më të habitshme. Sherret tona që nga artistikisht, që nga estetika, që nga mënyra si e shikon jetën, që nga mënyra e vonesës, Jola më korrekte. Unë kam qenë, unë vonoja ndonjëherë plaste, domethënë kanë qenë gjëma të këtij lloji. Gjëra që kur i kujtoj tani prap qesh me sa histori e bukur, ë? Histori e bukur. Edhe shkrova nuk kërkoj tjetër njëri. Dhe shkrova nuk kërkoj tjetër njëri. Edhe bëra tekstin vet, edhe ja çova Jolës, mas ne i çova 2 ftesa që të vinte në festival, kjo erdhi bashkë me Pavlinën. Edhe kur dole jashtë pastaj, kjo ishte jashtë dhe erdhi në përqafoj, më hodh qafë. Kuptoj që e kishe për të. Dhe pastaj ajo s'kishte brirë ta kuptonte që ishte për të, se për këtë ta shkruaja unë. Atkohë nuk jam çun që shkoj majtas djatës kur kam një dashuri të bukur. Po si e ke këtë tipin kaq të konsoliduar? Sepse një artist... E gjej, jo, kur ndjej një diçka të bukur brenda meje, besoj që është e mjaftueshme që të mos bësh idiotin për ta humbur atë lloj gjëje. Pra, duhet ta ruash, një gjë të bukur mendoj që duhet ta ruash. Dhe mënyra më e mirë për ta humbur gjën e bukur është që ti të fillosh të bësh gangsterin, të fillosh të bësh Don Juanin, të fillosh të bësh gjëra të tilla. Aty pastaj. E humb. Si ka qenë përballë? Edhe mund ta rifitosh, unë nuk e di. Varet nga tipi i asaj që ke në krah, se ka nga ato që e pranojnë atë që u pëlqen druni edhe. Po. Po, e vërtetë. Po ç'të them? Ka shumë të tilla që madje nuk e përcetojnë dot dashurinë pasionante pa pak konflikt. Mund të ketë, unë me ato që kam dashur nuk kanë qenë femra të tilla, kështu që kam qenë rehat në pikë. Pastaj ta bëj këtë pyetjen. Bëje kur me spec. Po kur shkove për herë të parë ose kur prezantove për të parë me familjen shumë të rëndësishme të kinemas dhe teatrit, Pavlina dhe Piromani, si të pritën? Pas ne nuk bëm prezant, ne kena qenë një çift modern, le të themi. Pas kishte nevojë për prezantim, ne njiheshim. Po takimin e parë. Unë me vllajën e Jolës, unë kam qenë shok përpara se sa të njihja e Jolën, kështu që ato kishin pa, nuk ishte puna se isha fytyre pa njohur. Po ti ishe ylli skenës atëherë? Me flokët e gjata, edhe Piro ishte ylli regjisë, edhe Pavlina ishte ylli filmit, edhe babi ishte, gjithë ishim yje në atëherë. Po, 2 familje artistësh. Nuk ishte në gjë, jo, ata fare, përkundër se janë shumë natyra liberale, njerëz të shkëlqyer, kështu që nuk patëm asnjë lloj gjëje. Vazhdoi jeta normalisht, mami, babi, unë dua këtë dhe kaq. S'kishim s'bëm një ceremoni. S'bë ceremoni asnjëherë. Po s'bëm ceremoni për të njohur me Piron e me Pavlinën. Jo, e kam fjalën ceremoni do bën. Martesë këto jo. Jo, bëm martesë sepse duhet merrja letrat. Celebrim, po. Po, bëm celebrim në bashki, por ne me Jolën se kishim nuk e kishim shumë qef martesën. Unë dhe sot e kësaj dite nuk është se kam shumë qef martesën. Por na u desh për ta bërë edhe e bëm. Po dasëm kështu nuk bëm, ja. Nuk bëm. Po Fjordi ku ti ngjan djali juaj që është shumë simpatik? Ke postuar një foto së fundi. Po Fjordi unë them që është një amalgame mirë edhe imja, edhe e Jolës. Ngjan pak edhe nga bendi, nga vllai i Jolës. Ka marrë edhe nga ai. Domethënë Fjordin po ta shikosh gjen elemente edhe të Jolës edhe të mia edhe të bendit. Gjen domethënë, është po ta shohësh kështu, domethënë që më ke shparë edhe mua edhe atë. Po ka marrë, nga Jola ka marrë goxha. Do bëhet artist apo s'ka zgjetur atë rrugë? Jo, Fjordi është artist, në kuptimin që ai bie trompës. Punon në orkestrën e shkollës së tij, që ka një element orkestre, edhe shkojnë japin edhe koncerte. Ka një vesh absolut komplet si Ferdi. Ka veshin e Ferdit, ai pa parë. Ka veshin e Ferdit, nuk gabon në notë. Ne jemi duke folur këtu, ai fillon gjen notat. Babi po flet në re, Kloja po flet në fa. Shtypa po, i kanë ngjarë Ferdit në vesh. Dhe ai vazhdon
biokimi, duhet krye për biokimi se është në fakultet dhe pastaj do vazhdoj për doktor onkologjin, i pëlqen të merret me studimin e qelizave të kancerit. Po biokimin nga e ka, mos e ka nga mami jot? Mami Jo. jot është pedagoge... Jo, biokimin ai duhet ta bënte që të kaloj për në medical, nuk Jo, mund të them fuste direkt. prirjen për të qenë mirë edhe në shkencat eksakte. Po, në shkencat Se eksakte, shpak e rrallë në shkencat eksakte tani edhe mund ta ketë edhe prej netës, prej mamit, sepse mami është pedagoge? Ka qenë, tani është pension. Po. Shko 80 vjeç. Kështu që mami ka qenë pedagoge e fizikës, femra e parë që është futur në katedër, mami ka qenë. Nuk kishte, ishin gjithë burra. Mami ka qenë femra e parë që hyri në katedrën, ka qenë ke Instituti i Fizikës Bërthamore, mami është histori në vete, domethënë mami mos u ngataro me mami, se mami t'jep ujë në bisht lugës, mami është e paparë. Domethënë mami për mua është një burim frymëzimi i pashtershëm, ditë e natë. Përveç asaj që është e tmerrshme të mendosh një jetë pa mamin, një jetë pa prindin. Është e tmerrshme ta mendosh, domethënë kur ikin, çfarë do bësh? Është e frikshme, nuk e di, që e di shumë mirë që ne gjithë jemi të vdekshëm, edhe ne që po rrim në këtë tavolinë, një ditë nuk do rrim në këtë tavolinë. Por të mendosh që është shumë e tmerrshme kjo. Të mendosh që, është shumë e tmerrshme kjo. Të mos arrish do të shmangësh këtë gjë? Jo, mos duket e tmerrshme fare. Si t'ja bëjmë që të shmangim vdekjen? Nuk, po prandaj pra po është fjordi në këtë pikë. Prandaj pra po hyn për kancerin, të na shpëtojë neve. Po ne mund të shpëtojmë kancerin, të mund na bëjë ndonjë gjë, mas ne na bëjë ndonjë gur në kokë për shembull. Larg qoftë me këto sëmundjet kështu. Në tull. Ose bëjë ndonjë torment për shembull. Përderisa je këtu me mua, paske edhe ca kohë. Do të thënë vdekja të trëmbë? Jo, mua jo. Më trëmb si të vdes një prindi im. Kjo më trëmb. Nuk më trëmb vdekja ime fare, ose kam problem fare. Nuk kam në një... E di shumë mirë, por se si unë tjetoj pa batutën e mamit, më duket gjë të mërshme. Je shumë i lidhur, se ty në çdo intervistë të pyesin vetëm për babin, në fakt. Unë të flas për me mamin je shumë i lidhur. Zonjën Neta, mund të flas me vite, me shekuj, me gjitha gjëra, sepse është një burim i pashtershëm, gallate, humori, serioziteti, mendje e mençur, njeri i dashur, njeri i hapur, mendje shumë e hapur, nga ndonjëherë shikoj njerëz që janë 3 herë më të vegjël se sa Neta, që e kanë mendjen 3 fish më të mbyllur se sa Neta. Sa bukur e the. Kështu që megjithatë mos trishtohemi para kohë, mami ka kohë edhe një 20 e ca vjetë. Po. Gjersa të bëhet 110 vjeç nuk e di. Mos ti mendojmë këto gjëra, sepse më mirë të flasim për gjëra të bukura, se ti je njëri që e ke batutën gati, po nuk e di pse sot e ke marrë pak kështu. Pse më? S'po më napën shumë për të qeshur. Jo, nuk. Dëgjoj tani, Jola është dashuria më e rëndësishme e jetës tënde? Apo nuk kërkoj tjetër njeri? Është kënga më e rëndësishme e jetës tënde? Nuk e prap edhe këtu, jemi në një linjë pak ato gjëra që nuk më pëlqen, pra mua nuk më pëlqen shumë që ta vënë në këtë kontekst, siç e vure ti. Sepse nuk është, ta thash edhe një herë, nuk është garë. Muzika nuk është garë, nuk është arti garë, nuk është një gjë kënga më e bukur. Nëse kuptoj këtë kënga më e bukur. Jo më valla, mund të jetë kënga më e bukur për mua, mund të jetë kënga më e bukur për ty, mund të jetë një këngë tjetër. Kështu që unë nuk e shoh këtë lloj gjëje. Por Jola, përderisa është e para punës, është ai person që unë ishte një arsye për unë t'ikja në Amerikë, sepse mendova që nuk e kisha marrë shansen e plot me këtë femër, përsa ishim këtu. Sigurisht që është një nga ngjarjet më të rëndësishme të jetës time. Zë një vend të jashtëzakonshëm dhe neve jemi të dënuar të jemi të lidhur për jetë, sepse ne na lidh fëmia, ne na lidh një fëmijë. Çfarë do lloj gjëje që të bësh, ajo ngelet prap Jola, mami i Fjordit. Kështu që unë kur s'do bëja diçka për ta lënduar atë ose për të hedhur poshtë.
ose për të thënë gjëra, puna madhe, ndahet njeriu edhe mbyllet ai Si kapitulli. që bojnë shumë, se shkëthyer në trend kjo lloj. Po në rast se Kjo lloj dikush, injorimi i të shkuarës. po në rast se dikush të ka lënduar deri në atë pikë, dhe normalisht që ti mund ta bësh, në rast se një njeri është treguar aq i keq, aq i neveritshëm, ti sigurisht që atë derë do mbyllesh dhe nuk do ta kujtosh kurrë, my god. Për çfarë do i kujtosh? Që të fillosh të thuar sa idiot pas kam qenë që pas kam ndonjëherë me këtë fundërrin? Jo. Aty mbyllet dera. Jola është gjë tjetër, Jola është femër e lartë. Jolës duhet i ri dera gjithmonë e hapur, unë kam thënë gjithmonë dera e hapur e kam unë. Sa herë të duash në shtëpinë mua në dispozicion, kurdo herë që ti të kesh nevojë, kurdo herë që ti unë shpresoj që kurrë mos jetë në vështirësi, po dhe në rast se mund të ketë unë do jem një krah për ta mbështetur, sepse këta janë njerëz që nuk më kanë bërë keq. Për këtyre njerëzve unë të mira kam parë. Sa bukur që flet. Po me çfarë do bëjmë gëzuar tani? Po dhe ti sa bukur që dëgjon. Unë da jam këtu për të dëgjuar dhe për të O, ngacmuar. sa pëlqeu. Pëlqeu shumë, hajde. Po, me u. hajde. Mos e bë dhe Jo që mos ta lëm kështu bosh gotën, se ti se pive fare. Po po mbëzis dhe era. E zhvendosim këtu. Tani, bluza që ke veshur, 3 musketierët. Elton Deda, Aleksandër Gjoka dhe Redon Makashi. 3 musketierët është një vepër e Aleksandër Dumas? Jeni frymëzuar nga ajo vepër apo ka është tjetër gjë? Jo, 3 musketierët janë njerëz që kanë përdorur mushqetën. Ishin rojet e kardinalit, rojet e mbretit, rojet e kardinalit, të cilët ishin trupa elit dhe kishin dhe pushk, pra nuk ishin vetëm shpata. Dhe të kishe pushk në 1700-ën, sigurisht ishe gjë shumë e madhe sa kishin filluar armët e zjarrit. Dhe këta ishin elit, si që ishin jeniçerët në ushtrinë turke. Që dhe ato jeniçerë, po ishin pikërisht sepse mbanin dhe ata pushk, kishin dhe ata pushk, nuk ishin vetëm me shpata. Pra ishin trupat të servitur, dhe sipas librit të Aleksandër Dumas, ky na i solli këto 3 çuna që u bashkua edhe D'Artagnani, dhe cilët kaluan në për aventurat aq bukur të shkruara në libër. Mirë po, neve as që e morëm për Rudi Magjistarit. Rudina Magjistari na e kanë gjitur këto neve. Po, e ishim një ditë se këtë shkonim duket ke telebingo, vëndi nuk e mbaj më mirë, a në klan, a nuk e di, në klan duket. Ishim neve se ç'kishte ajo, bënde një emision Rudina, dhe asaj i shpëtoi. Dhe tani, sa bukur, si 3 musketierë dhe i shpëtoi, dhe ne na pëlqeu kjo lloj gjë. Edhe u qëndron, u shkon. Tani, shiko, mua më pëlqen, se përveç se jam qeflia asaj gjë që bashkimi bën fuqin, mua më pëlqen edhe gjëra sepse janë çuna që kam kaluar drejtë të haj 30 e kusur vjet me këta njerëz. Kemi ndar halle, kemi ndar koncerte, kemi ndar punë, kemi ndar qefe, kemi ndar tavolina, kemi ndar këngë, kemi ndar karrierë, kemi ndar kohë, kemi ndar epoka me këta njerëz. Dhe mua më pëlqen shumë sepse edhe kur miksuam zërat, që përveç tyre kur arritëm të 3, Sandri më bas, unë me Redin pak duke mbushur regjistrin e altit edhe të tenorit, në zërat tonë, kur kënojmë për shembull Nani Gjosh, kur kënojmë një këngë thjesht me gitar, janë shumë të bukur, janë secili plotson njëri tjetrin. Edhe kjo gjë na bëri që hajde të marrim, të shkojmë dhe më përpara, të bëjmë koncertin bashkë, të punojmë së bashku, ne kemi karrierat tona veç e veç, por ndërkohë kur punojmë bashkë është një bonus shumë i madh. Kështu që edhe vendosim që të bëjmë dhe një album. Që thua ti. Po, albumin, po e punoni tani, Albumin që u bë, çfarë them unë ty domethënë, e mori ai atë verën që e verë shumë e shtrenjtë, thon drejtën, e mori atë verën, kjo është pa sa verë e mirë, do ta lej çiksa që të vjetrohet. A e vuri, prit. Ha ta hap këtë vit, jo, mos ta hap vitin tjetër, vitin u bën shumë kohë, e vera rinte aty. Si doja të bëj tani, tha i boti, tha, ta hap shishën e verë, uthull. Ishe prishur.
Tani kështu. Kështu po shkonte kjo punë në albumit tonë. Sa isha unë për tavolina, në për kështu, në për... I thirit mëndje, sa? I thrita mëndje, dhe quna i thashun kjo mua betë të më bërë, pa tjetër. Apo kështu kemi thënë neve, i thashun dhe kam marrë shumë seriozisht djenë. Kam kryer kasacionet, tani shumë shpejt filloj provat me çunat për të regjistruar, se do bëjmë me veglat gjalla, është një proces teknik që unë do ndjek me shumë kujdes. Pastaj do incizojmë vokalet, mix master, albumi do dali si audio. Ndërkohë, unë dua të bëj 2 video deri në 3 sipas buxhetit. Shikoj se si e kam buxhetin, dua t'i bëj max 3 video, minimumi 2 video. Sepse sot, ashtu siç e dim, është shumë imazh, kështu që radio është shumë keq. Kështu që njerëzit duan që ta shohin, pastaj ta përtypin. Kështu që duke i pasur këngët, besoj që do gjej disa njerëz të mirë për të punuar videoklipet, se ne jemi edhe me qikqime. Kuptimi që mu nuk pëlqen një videoklip vetëm që valvitet një përlhur atje, deti, dhe tash nuk i duam ashtu, i duam çik ndryshe. Kështu që besoj do gjej një ekip të mirë, edhe regjizor, edhe ai që do ta bëj videoklipin, që të punojmë me atë konceptin tonë, që të bëjmë diçka të bukur. Që edhe kur ta shikojnë njerëzit, edhe njerëzit të kënaqen, po të kënaqemi edhe vetë ne. Po su kënaqem ne, çfarë do kënaqem njerëzit? Kur ka qenë klipi i fundit që keni bërë të 3? Klipi i fundit, ne s'kemi klip fare. S'kemi klip fare. S'kemi hiç fare. Po pra po vrisja mendjen tani dhe ju s'keni bërë të vetmet kur klipe që na ke neve bashkë në për skena, në për koncerte, në për gjëra. S'kemi klip na. Dhe albumi 10 vjet. Kemi bërë një klip, On the Road Again, që bëm një cover të Willie Nelson, që ishte për e bëri Abi Bank. Më duket, atë e kemi bërë një klip që jemi në makina, duke ngarë, duke ecur në rrugë, On the Road Again. A e bëm në kohën e pandemisë atë. Po, ai klipu pëlqen? Është në shihet tuaja kur e shikoni tani Po, apo? ai u bë shpejt e shpejt dhe normalisht që mund të ishte punuar edhe më mirë. Por nuk është faja askujt, sepse për aq kohë sa u bë, aq mundësi kishim. Plus, në ato kohra në mezinë, duke marrë leje në për policit me nxjerr makinat, se s'kishte, kishe një orë leje, duhet ishe me autorizim që të nxjerr. Ne xhiruam në një vend brapa Kaza Italias. Edhe, kështu që nuk kishte për të bërë klipi me Terezi. Po, ai ngelet i vetëm klip që ne kemi. Përfitoro, asnjë këngë e jona, një këngë një tjetër klip. Po, pra, e çuditshme, sepse nuk e keni bërë se keni përtuar. Po, jemi të çuditshëm ne vetë, prandaj bëjmë këngë çuditshme me klipe çuditshme. Kush nga ju është më i çuditshmi? Se më dukeni aty se Marksi, Engelsi, Lenini. Është një foto që rrin të trekshëm në profil. Ajo është edhe Sandri, kështu thotë. Vërtet? Sikur, po s'ta ka thonë Sandri këtë Jo, nuk e ke. absolutisht. Jo, shumë e thjeshtë, në mënyra se si jeni vendosur, gjithmonë tek ajo më ka çuar. Po. Ashtu jemi edhe ata. Edhe kush është më... Heronjë të socializmit. Heronjë të socializmit, që jeni ende gjallë. Po, që jemi ende gjallë. Dhe të rinë në shpirt. Të rinë në shpirt. Shiko, përgjithsisht njerëzit në shpirt të rinj janë, plakën fizikisht, por në shpirt përgjithsisht njerëzit ashtu janë të... Mbeten të rinj, thuat, jo? Shpirti nuk plaket. Përgjithsisht njerëzit mbeten të rinj, kanë dëshira akoma kështu të reja. Kështu që kjo është gjë shumë e mirë, me thënë drejtën, po thash, si kur tulim pak dozën e urrëties, besoj dhe ishim bërë shumë më të mirë. Ka ndodhur ndonjëherë që ju të tre jeni zënë dhe s'keni fol? Që s'kemi fol? Ja. Debate kemi bërë sa dush, domethënë edhe duke ofendu njëri tjetrin për shembull, mirë po pastaj për 5 minuta pajtojni. Edhe një shok për kokë? Shok për kokë, neve nuk tani shok për kokë, shok për kokë, shok është njëri që ti del, pi kafe ditë për ditë, takohesh ke lagja, unë me Sandri me Reti nuk takohemi ditë për ditë. Qa thua, unë kujtoj se ju takoheni për ditë? Jo, re, për Sandri. Se rini bashkë? Jo, ne kemi se cili, po, ne takohemi, nuk takohemi për ditë. Por në vitet që ne kemi kaluar, jemi shokë shkuar shokëve, vlezër. Mendoj që unë do të gjëndeshave çunave në çdo moment në asa do kishim pasur një gjë të vështirë, një diçka patjetër. E ke menduar titullin e albumit? Jo, apo ende? Jo, nuk e kemi menduar titullin e albumit.
unë kam shumë qejf që t'jetë një titull ose shumë i shkurtër ose shumë i gjatë. Asi gjë e mesme, t'jetë një ekstrem, ose i shkurtër fare, ose i gjatë shuj që të t'lodhi, duke e lexuar fillosh. Pritë vëlla se do hap faqen tjetër që të mbaroj titulli i fundit. Ku dëgjoj? Kam një ide. Po duhet të mbetet të fiksohet, pra duhet jetë i shkurtër që të fiksohet. S'ka gjë. Apo sa më i ngatëruar ai që Lali, po ne Alfredin e bëjmë Fredi, Eltonin e bëjmë Tonë. Ne jemi popull i çuditshëm për shkurtu emra. Po. Kështu që mos u bëjmë merak, ja gjejmë edhe titullit gjatë atë albumit, ja gjejmë një shkurtim. Do riktheni suksesin e vitit 2017? Tani Kur keni bërë atë 2007 koncertin, po. nuk gjendeshin bileta në qarkullim. Mbaj mend që më thoshën mua që do na gjesh një bilet, gjithmonë të shitura. Mendon që do jetë e njëjta gjë apo vitet kanë kaluar dhe mund të jetë edhe e kundërta? Unë mendoj që jo vetëm një koncert, unë du të bëj një koncert shumë të madh. Ndoshta në Air Albania, ndoshta, nuk e kam vendosur. Merr të keq që ka ngel një projekt i bashkisë që ishte një ide shumë e mirë për të bërë një sallë të madhe. Diku këtej nga Bulevardi i Ri, kam përshtypjen, ishte një projekt për të bërë një sallë vetëm për koncerte. Duhet të mbante diku te 5000 vet. Ishte bërë ajo sallë dhe ishte fantastike. Ne do kishim shumë artistë edhe tjerë kishin për të ardhur për të bërë koncerte, sepse ishte e trajtuar vetëm për koncerte. Salla Pallatit Kongreseve nuk është e mirë për koncerte. Stadiumi është horrible, është tmerr. Akustika është problem, po. Ky po them për akustikën, nuk po them se bukur është një stadium me njerëz. Por akustika është, pavarësisht se ne do jemi me kufje, po prap dëgjon nga riverberimi njerëzit, po dëgjojnë çik zallamahi, kështu që nuk janë kurse një sallë e kuruar, po që mban mirë njerëz, 5000 vet, mendoj është një publik mjaftueshëm për Shqipërinë po flasë. Kështu që ajo do ishte bukur, po sikur nuk kam dëgjuar më që të përmendet ai projekt, më vjen shumë keq. Këtij vendi i mungon një sallë e mirë koncertesh, një sallë e mirë koncerteve të muzikës pop, që të bëhet edhe pop, edhe hip hop, edhe rap, edhe rock, edhe metal. Të vi Sting, të vi tjetri, të vi artistë të mëdhenj, të vinë të luajnë ashtu siç vinë në Shkup. Ka një arenë ato. Fantastike, vinë artistë që këndojnë e kanë të kuruar me forni gati, si edhe inxhinierët këta të vetët, me mixer të mirë, bëjnë koncerte. Dhe tani janë bërë aty te sheshi Skënderbej, në fakt, se kanë ardhur Po kanë ardhur, po sheshi është shesh. Tani, sheshi nuk është, se a them unë ty, nuk e ka lezetin, për shembull salla ka lezet tjetër, ve më shumë butafori, rregullon, stadiumi ka lezetin e vet, ëh? Kështu që sheshi kontrolli është më i rrep në për këto, kur është diçka më e mbyllur. Kështu që, por unë për 10 vjetorin atij koncerti, që u bërë në 2027, në rast se na ecin punët mirë, dhe në rast se jemi me shëndet mirë, kjo është shumë e rëndësishme, sepse nuk i dihet në këto kora se çfarë ndodh. Unë do kisha shumë qejf që të bëja një koncert të madh dhe një tur pastaj, një tur në për disa vende të Europës janë nga që kemi fansat tona, që kemi njerëzit tanë, që mund të bëjmë një diçka. Po duhet dalë albumi sepse unë dua ta miksoj me këngë të vjetra bashkë me këngë të reja. Do ketë dhe këngë të vjetra. Tjetër. Po këngë të reja ka këngë dashuria apo këngë revolte, tema... Mua më pëlqen që ti mbaj, mua më pëlqen ti mbaj pak në tema sociale, po besoj edhe çunat. Edhe çunat të këtij mendimi kena qenë, por ka dhe një balad dashurie, një diçka e tillë, pastaj ka këngë që prekin gjëra të bukura të jetës. Janë tekste që nuk janë vetëm për dashuri, nuk mund të vazhdojmë po me atë gjë që ta mbyllim dashurinë në marrëdhënien midis një çifti, një mashkull dhe një femër, o zemra ime u thye për ty, o sa të dua, po ti pse s'më do, që nuk ka më kuptim. Po duket sikur ato këngë ecin më shumë, pëlqejnë më shumë. Po mua nuk më intereson tani se kush këngë ecin më shumë, my God. Mua më intereson një diçka tjetër, mua më intereson se po çfarë do themi? Çfarë do themi një gjë, sepse mund të ecë ajo këngë, po mund të ecin edhe këngë tjera që kanë filozofi tjetër, më kanë mendim tjetër. Pse duhet ngecen vetëm në një gjë që fundit është tmerrsisht e thjeshtë. Është tmerrsisht e thjeshtë dhe është e pa artikuluar bukur. Poezia është e bukur se ka formën e vet, ka figurat letrare brenda, që këtyre gjërave që theti u mungon figura letrare.
Po, janë Janë të varfra. Janë shumë të varfra. Janë shumë të varfra. Si të bëra me inteligencë artificiale, sikur s'kan shpirt. Kështu që Vargjet sot. në këtë pikë neve dhe tekstet e albumit ne kemi punuar me poet të mirë. Ervina Tipi më ka sjellë tekst, ka shkruar një tekst për Ku ne. bëhet Ervina Tipi, lutem? Në Se ka qenë ndër më të tani preferuarit unë nuk tanë. mund ta jap këtë informacion sepse nuk jam i autorizuar nga nga thjesht, personi. po Është jashtë thash, shtetit. është jashtë shtetit, shtetit, po. po. Ishte pyetje kështu ku bëhet, jo për të ditur. Po, thash se më pyete Jo, për jo, vendin. jo. Është jashtë edhe më shumë mirë. Ervini gjithmonë ka qenë një profil i ulët dhe unë admiroj për këtë gjë, madje sepse edhe vet jam natyrë e tillë. Thash, nuk më pëlqejnë skandalet, duhet të uri larg, nuk dua të jem qendra e vëmendjes, nuk shfaqem shumë, nuk dua të dal shumë, dua të bëj muzikën time, dua të shprehem në muzikë. Nuk, kështu që edhe Ervini është njëri i tillë, po është gjithmonë aktiv, na ka bërë një tekst, Orges Toça na ka bërë një tekst shumë të bukur edhe Gesi. Shpëtimi Roqit, i thash, të lutem, ai ka qenë me një dy shqetësime të vetat, por kam shpresë që dhe ai do na bëjë një tekst të bukur, që ta ringjallim vajzën e plakur në një farë mënyre. Po pra, Timo Floko me një këngë të Redit, Pandi Laço po na bën një tekst. Domethënë çdo këngë ka nga një poet, nuk Vërtet super poet të gjithë. sepse ne duam që atë këngë që t'i themi të jetë mesazh. Ai është mesazhi jonë. Ne nuk mund të shkojmë në këtë moshë që kemi dhe në këtë pjekuri muzikore dhe artistike që kemi t'i zëm bes një teksti pa figura letrare, një teksti që në fund fare thot ato gjëra që ne kemi gjithë jetën që i dim. Po mirë, po le ta themi një gjë që e dim, po ta themi çik më bukur. më bukur. Po edhe ta rremi çik se. Jo ndoshta gjithë të vërtetën, ne mund t'i fusim në një mashtrim kështu të vogël për shembull, po le të jetë bukur. Ishte i shoku im që unë e kuptoja shumë që ai gënjente, edhe rria edhe prap ai më thoshte se e kapte. Ato nëse të provëm, jo, vazhdo. Përkundër, si shtoje dozën, se po më pëlqen aq shumë sa po gënjen aq bukur, sa që unë po kënaqem me gënjen. Pra, edhe gënjeshtra ka artin e vet për të thënë, mora. Ka njerëz që gënjejnë aq bukur sa që besojnë që po thonë të vërtetën. Kjo është çmenduria. Po ti vetë s'ke shkruar ndonjë tekst këngë? Unë kam dëshirë që të shkruaj një tekst dhe të shoh se si do ta kem pjesën e frymëzimit. Po qëse kam vërtet frymëzim, sepse nuk futem fare në për këto inteligjencë artificiale gjëra, çfarë do më dalin nga shpirti, po qëse ma mbush mendjen mirë, po qëse jo, do të delegoj ke një poet. Dikuj tjetër. Pa. Si të duk nga e Redon Makashit me Rozana Radin, sikur kishte dal pak nga natyra e vet. Është duet në çdo duet. Kënga e gjallë, po. Në çdo duet do sakrifikohet, disi. Gjithë që bëjnë duete sakrifikojnë. Me Neda Merenisin, për shembull Alban Skënderaj me një djalë tjetër që kishte. Domethënë të gjithë do sakrifikojnë diçka nga vetja për të përshtatur. Mos kërkoni në një duet fytyrën fare origjinale 100% të një artisti. Mos e kërkoni në një duet. Dueti ka edhe një pjesë komerciale të vetën, ka edhe diçka ndryshe. Pse jo? Nuk kam asnjë problem me këtë. E rëndësishme është që problemi i këngës me duet është se je i kufizuar ku ta këndosh vëlla. Se ti ke një koncert, por Rozi është në koncert tjetër. Ti do me knua atë këngë, kush do kënoj Rozi, do dalësh ti ta bësh Rozin. A unë? Po si bëjnë, e kam dëgjuar që vendosin kështu në sfond. Këngëtarin tjetër. Atë unë nuk e di, nuk kam parë në një kështu. Jo, kam dëgjuar vërtet. Ai i duetit vazhdon në sfond. Po, këto janë lojra tani që po mund vazhdojnë në sfond, mund të jetë dhe në hënë vëlla dhe dalit me i foto atje. Po ti vëm dhe ca lule i përjetshëm qoftë, ç'është kjo mohabetesh, po jo pra. Jo vëlla, bën një duet, dile këndo. Nuk jam për të kënduar, dakor, do ta bëjmë një ditë kur ti do, po është e kufizuar. Puna duetit është i çik më kështu. Kurse kur je vetëm tek pull që e ke bërë këngë. Let's go. Kalimi i viteve të ka, si thua, të ka lënduar pak? Të ka bërë pak më të trishtuar? Tani kjo është dhe pak pyetje filozofike, nuk është pyetje filozofike, po duhet ta vëmë në kontekstin e duhur. Nuk do thoja që më ka lënduar.
sepse lëndimi është pjesë e pashmangshme e jetës. Ti në rast se do ta kuptosh jetën, do ta kuptosh me lëndime. Ne më shumë mërzitemi se sa gëzohemi. Ti e ke vënë re, sepse hallet e përditshme nuk janë halle të gëzuara, janë halle. Dhe ti je gjithmonë në një moment bjetese, je gjithmonë në atë triggerin, aty momenti, dhe ai është gjithmonë gati aty për ty. Trupi jot prodhon shumë adrenalin, zemra rreth më shpejt, tensioni rritet, në mënyrë që ti të përballosh gjëra të tilla, që ta kesh mendjen mësim që mos ta fusin. Kupton ti çfarë bote çudi, mos të ta fusin. Pra, në këtë moment, njeriu sigurisht që ka problemet dhe ka trishtim. Dhe unë nuk jam njeri, unë jam njeri, nuk vi nga hëna. Dhe puna është që mua kjo gjë më është bërë një lloj bashkëtese, më është bërë një diçka, më jam mësuar me këtë. Dhe nuk më bën më përshtypje, pra kjo më është bërë një rutinë e jetës. Ajo që thua ti je bërë më i trishtuar, jo, sepse trishtimi është gjë shumë e keqe pastaj. Po që se ti fillon edhe i dorëzohesh trishtimit, është shumë e keqe. Shumë e keqe. Unë nuk jam njeri i tillë, nuk jam fare, Ti je shumë njeri allegro, madje. Po. Jam shumë i qeshur, shumë gallataxhi, kështu që nuk kam ndërmend fare ti dorëzohem trishtimit, pikëllimit, e këtyre gjërave. I kam kaluar edhe këto gjëra më përpara. I kam kaluar, sigurisht. Dhe e kam parë. Pra, unë pësoj që të mësoj dhe kam përshtypjen që gjithë njerëzit këtë punë kanë deri në fund të jetës. Pëso, mëso. Shkon bën një gabim tjetër. Mësova, deri në situatë tjetër, s'është ngjashme, prapë bën një gabim. Kjo punë gjithmonë kështu do jetë. Po sikur të mësosh nga pësimet e tjerëve, është e mundur? Se s'është e thënë ti provosh të gjitha vetë. Jo, patjetër. Për shembull, nga një gabim i Redonit mund të mësosh ti dhe mos ta bësh. Patjetër, ose i Sandrit. Mirë, po problemi është që neve jemi aq ta bitshëm si qenie, sa që me doçka tona shkojmë direkt dhe futemi, kemi qef që ta krujmë. Kemi qef. Edhe që ta çka ka ajo dera, mos shkor trimi thaj, po çka ka ajo dera, ja dera. Pra, neve duhet shku ka ajo dera. Kështu që e mira të mirave është që nuk duhet mësosh nga gabimet e tjerë, duhet mësosh nga gabimet e tuaja, për mendimin tim. Kurse ajo që the për punën e pikëllimit, jo, e ndjej veten shumë mirë, kam bërë paqe me vete, kam bërë goxha punë me veten time që të arrin në një pikë që njerëzit i shohin me dashuri, jo me urrëtie. Kështu që jam i qetë në këtë pikë dhe gjumin e bëj top. Kështu që nuk kam as pikëllime dhe as brerje ndërgjegje për ndonjë gjë. Po i lumtur? Ti e di shumë mirë, më mirë se unë. Që lumturia nuk ekziston. Jo, ekziston, po ekziston në formë grincash. Nuk ekziston afatgjat, po. Ekziston në formë grincash, nuk është, kështu që nuk mund të them, por e di që e provoj shpesh. E provoj shpesh, pa. Lumturin, grincat e lumturisë i provoj shpesh. Një takim, një mallëngjim, një diçka, një rikthim, një gjendje emocionale, një shikim, një përqafim, e provoj shpesh atë ndjenjë. Një shpirt i lirë si ty, ka nevojë të ketë një person tjetër në krah? Jo domosdoshmërisht. Edhe kjo është një gjë që unë kam kaluar në jetën time. I kam bërë gjitha. Gjitha këto gjëra që po thua ti që të ketë një person në krah. Megjithatë, unë shumicën e kohës e kam kaluar gjithmonë me dikë për krah. Kështu që nuk është puna se jam i paprigatitur për këtë lloj gjëje. Por unë asnjëherë nuk dua që të sforcoj gjëra. Domethënë të sforcosh gjëra sepse ty të duhet një diçka, është kulmi i mashtrimit, ajo është histori e destinuar për të dështuar. Ajo nuk mund të shkojë gjatë. Kur ti me egoizmin tënd un kam nevojë për këtë. Jo, si pas ke nevojë ti. Njeriu ka nevojë vetëm kur smuret zemra. Vetëm kur smuret ka nevojë njeriu. S'kam nevojë të kesh një femër, kam nevojë të kem një femër. Ç'janë ka kjo nevojë të kesh një femër? Pyet edhe atë, po që se ajo ka nevojë të ketë një, se dale, pra. Dhe në këtë pikë nuk jam fare në këtë gjë. Unë jeta më ka mësuar që gjërat ti nuk i sforcon dot o vlla. Gjërat do t'i lësh të rrjedhin. Ti nuk i sforcon dot, bëj çfarë duash, ti nuk ja ndryshon dot mendjen njerëzve. Nuk ja ndryshon. Po ndoshta ti ke qenë pak në luksin e kësaj gjëje, sepse asnjëherë nuk ke qëndruar
vetëm se të kanë dashur, ke qenë i pëlqyer, ke qenë i lakmuar, dhe flet nga këto pozita, sepse i ke pas gjërat, nuk e dalë për të kërkuar. Po ti po më pyet mua, nuk po pyesim... Jo, po nga që the, dikush tjetër thotë që unë e kërkoj. Dua ta kem një femër, për shembull, patjetër. Më duhet një femër. Unë mendoj që në këto... Sepse ndoshta nuk jepet mundësia që ta ketë. Po në këto kora që ne jetojmë, mos ngeli njeri pa një femër tani, ç'është ky muhabet, është raporti 6-1. Kanë çunat plot femra, kanë dashti ç'është ky muhabet, mos sa bëj. Biles janë në garë për me njëra tjetër, po janë në garë sepse edhe zemrën e një po edhe raca ata të tjerët po shtohen më shumë, që ngelin më shumë femra për ne, është më bukur. Cila është krijesa më e bukur? Krijesa më kuptim plot, femra apo mashkulli? Mos më shaj. Jo, tashti nuk e di. Kjo është një pyetje, si ja them unë, kjo është një pyetje shumë në balancë. Sa me edukat përgjigjet. Po shumë në balancë, nuk mund të them tani femra ndërkohë që as Piro Çako vetë nuk e gjeti. Pyet te kënga se ja këndoj këngën këtu, ëngjëll apo djall. Edhe ai se ka gjetur. Çfarë është femra? Është ëngjëll apo djall? Ti më pyet mua tani krijesa më kuptim plot. Po për mua si heteroseksual sigurisht që femra më është. Por në raport me ato që bëjnë femra ndonjëherë, duken jo shumë krijesa, shumë kuptim plotë, nga ndonjëherë. Prandaj thash është në balancë. Prandaj është në balancë, pra dhe ti ma bëre këtë pyetje dhe unë të përgjigja sinqerisht. A do tonin të sinqert? Shumë i sinqert. Ishe në Itali për një dokumentar për babin Ferdinand Deda. Dhe kishe bërë një status aq të bukur për Juliana Ervençi, sepse unë i lexoj statuset e tua se të thash më duken si poezi më vete. Shiko kur të plagëm, që do kem kohë do të kushtojnë në i poezijës, do të bëjnë në i këngë. Shif, po pse kur të plakesh do ma bësh? Kur të plakesh? Kur të plagëm. Por nuk ta pranoj atër. Duhet ta kishe bërë ose të... Atër do jem më i bukur mi. Atër që duam. Atër i plakur do jem më i bukur. Atër do të shijoj ty më bukur. Dëgjoj tonin. Dëgjoj tonin. Edhe një dokumentar për babin. Çfarë përmban ai dokumentar, domethënë si thuash, si është? Tani, kjo është një logjik që më thën drejtën. Këtë dokumentar ka marrë përsipër që ta bëj Rudi. Motra ime. Po. Kështu që hë për hë, unë nuk besoj që Rudi ka një skalet, le të themi, të posaçme. Pra, Rudi është në fazën e mbledhjes së intervistave. Në momentin që ai do i ketë intervista gati dhe do thotë, kaq personazhe më duan, kam përshtypjen që ai do bëj renditjen e asaj pune dhe mënyrën se si ne do të sjellim. Muzikën do ta shkruaj unë. Dhe kemi bërë 1-2 aplikime për fonde, sepse edhe ai do lekët e veta, kështu që ka problemet e tija. Dhe në këtë pikë që jemi në fillimet e tija, akoma nuk është... Jeni në fillimet, jeni duke... Jemi duke mbledhur intervistat, Rudi është duke bërë xhirimet. Po Juliana është një nga njerëzit shumë të dashur për mua, sepse ajo ka qenë në fillimet e mia, ka shkruar poezitë e dy këngëve tona, ajo ka shkruar poezi për gjithë dynjan, ajo ka shkruar tekste për Arditin, fantastike, Jeto dhe jetën time është teksti i Julianës. Edhe Jon. Edhe Jon. Pra Juliana nuk është një poetesh, Juliana është shumë dimensionale, Juliana është një personazh për lapidar. Nuk janë kot rastësisht njerëz në botë, ka një mision të madh. Kështu që me Julianën ishte edhe prekse, sepse unë kisha shumë kohë pa e parë. Kështu që ajo është shumë njeri i dashur, edhe më duk janë disa njerëz, Kloj, që ti kur i takon mbas shumë vitesh, ty të duket sikur po aty e ke lënë muhabetin. Po ai filli muhabetit është aty ku e ke lënë dhe mbas 20 vjetësh ti vazhdon po të njëjtin muhabet që ti e ke lënë tek ajo tavolina para 20 vjetësh. Është shumë e habitshme. Janë disa njerëz që sado të dashur ti kesh thënë, sepse është në trurin ton. Ti di shumë mirë që është në trurin ton si i bëjmë njerëzit ne të dashur. Që atë njeri e takon mbas një viti dhe duket sikur nuk e ke njohur, sikur nuk ka bërë asnjë gjë. Kurse janë disa njerëz që mbas 20 vjetësh ti takosh, ai sa troket një herë gotën, edhe ku e lam, vazhdon po atë muhabet. Është e habitshme. Nuk besoj që është as punë kimie, më të tash që është puna se si ne i fusim vetes tona, i fusim vetes ton gjithë kënaqësitë që t'jep marrëdhënia me një njeri kur ai e meriton plotësisht, kur është një diçka e shëndetshme dhe jo e helmuar.
Shumë e bukur. Elton Deda, Në shpirt. pjesa e dytë e jetës, si do jetë për ty? Qa i ke rezervuar jetës tënde për ta kaluar bukur? Shumë nota, Shumë nota. shumë muzikë. Është një profesion i cili mund të ecësh gjatë. Sepse nuk është se ka një lodhje të tmerrshme, le të themi, fizike. Pavarësisht se unë jam edhe pianist, edhe këndoj, mund të kemi çik lodhje. Por në rast se gjymtyrët e tua janë rregull dhe punojnë, ti mund të shkosh vite dhe ti të luash muzikë. Nuk e di me ty, më duket, edhe me ty kam folur një herë dhe të kam sqaruar që muzika është dashnorja absolute, është femra absolute, është gruaja absolute. Sepse është gjithmonë për ty. Aty është gjë më e tmerrshme të tradhtosh muzikën, për një muzikant flas, për një njerëz që është trajnuar për të qenë muzikant. Është tradhtia më e madhe të lësh muzikën. Ajo s'të kërkon as bukë, nuk të ngric nervat, nuk të flet në vesh budalliqe, nuk të hap kokën, nuk të përzen nga shtëpia, nuk të merr lekët, nuk merr shtëpinë, nuk shkon në përgjyqje. Muzika është e vetmja gjë që ty të do pa kushte dhe si të tillë duhet ta respektosh dhe ta duash. Ashtu. Dhe ky është fati i madh që në këtë gjë që ti merr kënaqësi, ti të jashtëzakonshme dhe nëpërmjet kënaqësisë që ti merr pikërisht prej kësaj gjëje që unë e konsideroj absolute, jo relative, ja u transmeton njerëzve dhe i ngroh dhe ata, u jep dhe atyre emocion. Kjo është gjëja më e bukur. Pra, unë mendoj që pikërisht kjo pjesa e dytë e jetës, me gjithë pjekurinë, le t'japim sa më shumë nota, sa më shumë muzikë dhe sa më shumë mesazhe të mira, mesazhe për të qenë të fisëm. Na mungon kjo pjesë e të qenurit fisnik, të qenurit të fisëm. Është situata sigurisht, në kuptoj, po ajo është tek çdo njeri ka forca që mund ta gjej mirësinë brenda tij. Me çfarë muzike e qetëson trurin dhe mendjen përveç muzikës tënde që kishe thënë dhe për këngët e tua që nuk do t'i dëgjosh? Po kur mi vjen nëpër lokale, po. Kur mi vjen nëpër lokale e kam siklet se nuk është pra është një diçka që unë kam kaluar një proces me ato. Përfytyro zotin madh, vi ditë gruaja, për shembull që e ke kaluar për mos shiko, mos nuk shoh dot me sy se të kam pa boll. Çmenduri. Çmenduri është, ha? Nuk më përgjigje. Çfarë muzike dëgjon thash tani që relakson mendjen ose frymëzohesh për krijimtarinë tënde ose? Atëherë, unë mendoj që unë mendoj, po me sa shoh në procesin krijues të muzikantëve, ne nuk inspirohemi me muzikë. Pra, unë nuk dua të dëgjoj muzikë për të inspiruar. Unë dua të dëgjoj ose një poezi, ose një zhurmë deti, ose një situatë. Mua më duhet një situatë, por jo e lidhur me muzikën. Sepse unë po të dëgjova muzikën e një tjetri, që në këtë botë ka aq shumë muzikantë që e bëjnë më të mirë se unë filloj edhe më fiksohet ajo dhe nuk bëj dot unë muzikë pastaj. Kështu që më mirë të dëgjoj ca që llaka aty, kapën në situatë edhe valët e detit edhe këta. Kujtuaj një këngë, buzët e tua që i ke bërë në breg të detit. Ku janë ato buzët tani? Vërdall në për Tiranë. Janë? Ja. Janë vërdall në për Tiranë. Më kënaqe. Gëzuar. Gëzuar e dashur. Ishte kënaqësi. Podcast të bukur. Faleminderit. Të uroj suksese. Shumë faleminderit për këtë rrëfim kaq të bukur dhe gjithmonë të rrjedhshëm në mendime dhe në fjalë. Tani është shumë poetike. Është shumë e çuditshme se në kokën time shkon kjo gjë për shkakun. Sa të mbyllen kamerat plot se kam një rrëfim tjetër, pas duhet mbyllen kamerat gjithmonë kështu. Ku e ke atë rrëfimin? Po është pas kamerave. Është pas kamerave. Gjithmonë ai pas kamerave është më i fortë. Pa i pra, nuk duhet i themi gjitha gjërat në kamera. Prandaj nga ndonjëherë radio, se radio, fillimet e podcastit janë radio, tani janë bërë me video. Tani ka ndryshuar. Po në radio, për shembull, në radio, nuk e di, radio ka një sens rrëfimi shumë herë më të madh se sa video. Shumë e vërtet. Radio. Ka magji tjetër. Ato natën vonë një herë, domethënë vetëm ideja që ty nuk të kthejnë dot njerëzit për të pas sa herë të duan ose tani gjojnë sa herë duan dhe mund t'ia fusësh, radio është fantastike. Po edhe magjia e rësirës e natës. Nata duhet të jetë shumë frymëzuese edhe për ju muzikantët.
varet sipas stilit tjetës. Unë në fillim natën, edhe tani me thënë drejtën, jam gjithmonë insomniak i pandrejtshëm. Fatkeqësisht flej shumë vonë. Nuk më pëlqen kjo lloj gjëje, por nuk bëj dot ndryshe. Nuk jam nga ato njerëz që në orën 11 shkojnë në krevat. Dhe nata vërtet e ka magjinë e vet vetëm për një gjë, se ulet intensiteti i zhurmave, për asnjë gjë tjetër. Nuk është puna e dritës, për shembull që është errësirë, është vetëm zhurmat. Bie qytetin e qetësi dhe ti je më i qetë më vëlla. Se për shembull të jesh në një vend, edhe me dritë të jesh, po të mos dëgjosh asgjë, të dëgjosh vetëm 2 cicerima zogu, jam i bindur që nuk është ndonjë problem atë të krijosh. Të krijosh. Unë krijoj për shembull tani me kalimin e kohës zgjohem herët në mëngjes, edhe shkruaj shumë procese I bën në mëngjes në tani. mëngjes. Dikur i bëje në natën, tani në mëngjes. Po ndoshta nga që ke kaluar atë. Patjetër. Kam kaluar Ilberin, po. Kalova Ilberin. Të thoshe dikur që i ngjaj Jezu Krishtit? Se mua është thumë dikur, një Jezu Krisht vërtet. Edhe një përgjigje për çështjen e Zotit. Nëse ti beson te Zoti. Dhe nëse atëherë imitoje me ndërgjegje të plot Jezu Krishtin, me ato flokët që të rrëshisnin mbi supe, apo thjesht ishte një koincidencë e gjitha? Ishte një koincidencë artistike. Një koincidencë artistike, sepse unë duke qenë edhe pak personazh i cili jam pak neglizhent, përtoja thjesht të prisja flokët, jo se përtoja, në kuptimin që gjithmonë qefi im ka qenë që flokët i kisha të gjata, sepse ne me ato model u rritëm. Pastaj ato fillon zgjateshin shumë edhe mos ishte jola kush më kishte shkuar shumë, mi pristen çka ajo këto kur më dishin majat. Edhe por ishte thjesht një koincidencë, pasi unë jam rritur në jam rritur edhe në një kohë ndoshta tjetër, plus edhe në familjen tonë nuk është se kemi pasur një marrëdhënie shumë të ngushtë me Zotin, kështu që unë jam rritur pak indiferent ndaj kësaj gjëje. Megjithatë, për mua njeriu mjafton të besoj dashke Jezusit, të kush të doj. Të besoj ke vetja vet, të besoj ku të ketë qef more, të besoj. Prandaj është e bukur liria. Njeriu ka dëshirën e vet besoj ku të doj. Vetëm të bëj vepra të mira, kaq është gjithçka. A thot Zoti këtë gjë? Kaq është. Çrëndsi ka, beson, je katolik, je ortodoks, je musliman, s'ka rëndësi fare. Bëj gjërat mira, më vëlla. Është e thjesht, kaq e thjesht është. S'ke nevojë as të shplash nga truta, as nga gjë. Bëj gjërat mira. A bën dot gjërat mira? Je besimtar. Bën gjëra të këqija, do dënohesh. Kaq. Do dënohesh në botën tjetër. Po ka raste që dënohesh që në këtë botë. E vërtet, gëzuar. Gëzuar shpirt. Po kënaqem. Vetëm të mira paçë dhe takohemi te koncerti i radhës. Me tremp, mos ke tjerët. Do vi patjetër. Do vish.